Përshëndetje zonjë e zotrinj, mirë se vini në Skan Live. Për gjatë ditës sot me do të fokusohemi tek shifrat e publikuara më herët nga Instat në lidhje me ecurinë e sektorit të turizmit gjatë 2025, si hyrjet në vendin ton deri në muajin tetor, ku janë publikuar edhe dhënat e Instat, por njëkohësisht edhe numri i përdurimeve ka regjistruar shifra rekord, jo për sa i përket vetëm 10 mujorit, por njëkohësisht edhe tetorin në vetvete ka pasur shifra shumë më të larta në rritje deri në 40% krahasuar me tetorin e vitit 2024. Në këtë mënyrë, sezoni turistik është rrirë në thuajse 6 apo 7 muaj në vendin tonë dhe një pjesë të mirë ose një kontribut të rëndësishëm po jep edhe mini sektori i agroturizmit brenda sektorit të madh të turizmit në vendin tonë. Agroturizmi po rritet me hapa të qëndrueshëm, por njëkohësisht është një ndër shtyllat kryesore të sektorit turizmit, ku shërbimi është nivele më të larta nëse e krahasojmë me sezonin turistik veror, ku fluksi turistëve shumë i lartë dhe përjedhoi shërbimi cedon në disa momente. Gjithashtu do diskutojmë edhe për sa i përket rritjes së pagës minimale duke nisur nga janari 2026, por njëkohësisht rritjes edhe të pensioneve. Do të përmendim njëkohësisht sektorët kryesorë për vendjen e buxhetit vitit 2026, ku pagat e pensionet padyshim janë në fokus, por njëkohësisht rritet mbështetja për sektorin e bujqësisë. Mungon në një farë mënyre një mbështetje më e madhe për sektorin prodhues në Shqipëri, që mund konsiderohet edhe si shtylla e ekonomisë, që ofron njëkohësisht qëndrueshmëri afatgjatë. Do të flasim në lidhje me situatën politike dhe ekonomike në Kosovë. Javën e ardhshme në datën 28 dhjetor do të zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme dhe njëkohësisht analistët, njëkohësisht edhe ndërkombëtarët bëjnë thirrje që partitë politike të jenë më të ndërgjegjësuara, të jenë më të vetëdijshme për të krijuar një qeveri, sepse pasojat kanë qenë të mëdha gjatë vitit 2025, ku nga zgjedhjet e shkurtit e deri më tani Kosova ka pasur një qeveri në detyrë, në pamundësi për të konstituar kuvendin, më pas për të krijuar edhe qeverinë. Njëkohësisht më herët gjatë javës kaluar është zhvilluar edhe një konferencë mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku janë hequr sanksionet, pjesa më e madhe e sanksioneve janë hequr për Kosovën, ndërsa një pjesë e tyre do të hiqen deri në fund të muajit janar të 2026 në këmbim. Janë liruar edhe 2 paketa të financimeve në rreth 205 milion euro, ndërsa rreth 230 milion euro të tjera do të lëvrohen deri në fund të janarit. Do diskutojmë vetëm pak momente më vonë. Fillimisht do të flasim në lidhje me sektorin e turizmit, ku referuar shifrave në periudhën janar-nëntor të këtij viti, rreth 1.5 milion vizitor kanë qenë ose kanë vizituar sitet kulturore në vendin tonë. Ministri Gonxha në një publikim në rrjetet sociale ka deklaruar se vjet re një rritje konsiderueshme me plot 53%. Sitet kulturore të vendit janë vizituar i Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe Ministrisë së Financave, që përcakton tarifat për shërbimet që ofrohen nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, si dhe më 2025, duke treguar interesin në rritje për trashëgiminë kulturore shqiptare. Gjithashtu, sitet e trashëgimisë kulturore kombëtare dhe muzeet në të gjithë vendin kanë përcakton një sër tarifash që lidhen me aplikimet për leje, ndërhyrje në pasuri kulturore materiale, zhvillime transformuese në territor, shërbime arkeologjike. Do të qëndrojmë sërish tek sektori i turizmit, në mënyrë të veçantë tek sektori të turizmi malor, ku janë shpallur njëkohësisht 15 zonat me përparësi të zhvillimit. Kronika në vijim na sjell edhe hartën e plotë. Qeveria ka miratuar në mbledhjen e fundit shpalljen e disa zonave me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore në bashkitë Klos dhe Vau i Dejës. Në të dyja bashkit, statusi i ri lejon zhvillimin e aktiviteteve ekonomike, industriale dhe turistike në zona të përcaktuara me koordinata dhe të shoqëruara me hartat përkatëse. Për zbatimin e vendimeve është ngarkuar Ministria e Ekonomisë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe bashkitë respektive, ndërsa vendimet hynë në fuqi pas zbotimit në fletoren zyrtare. Paketa e maleve është një nismë ligjore dhe zhvillimore e qeverisë shqiptare që synon të nxjisë investimet dhe rigjallëroj jetën ekonomike në zonat malore të vendit.
Ndërkohë, do të vjojmë me tjera informacione, ende regulatori i energjisë ka miratuar vendimin duke e lënë në këtë mënyrë të pandryshuar vlerën e aplikuar të blerjes së energjisë nga prodhuesit me përparësi. Shteti do ta blejë sërish me një çmim prej 10 lekë për kilovator edhe për gjatë vitit 2026. Energjia elektrike e prodhuar nga prodhuesit me përparësi do blihet nga shteti me çmimin 10 lekë për kilovator edhe gjatë vitit 2026. Enti regulatori i energjisë ka miratuar vendimin përkatës, duke lënë të pandryshuar vlerën e aplikuar edhe gjatë 2 viteve të fundit. Sipas erës, çmimi është përcaktuar në bazë të metodologjisë në fuqi dhe përfaqëson nivelin maksimal që mund të aplikohet për këta prodhues në përputhje me legjislacionin aktual. Në fakt, nga të dhënat paraprake të publikuara nga Bursa Hungareze e Energjisë dhe bazuar në formulën e miratuar, çmimi i llogaritur rezulton 12.53 lekë për kilovator. Ndërkohë, nëse merren si referencë dhe çmimet mesatare kleruese të Bursës Shqiptare të Energjisë Alpex, vlera që do duhet të paguante shteti për prodhuesit me përparësi arrin në 13.99 lekë për kilovator. Megjithatë, në fuqi është një vendim i Këshillit të Ministrave, i cili përcakton se çmimi i blerjes nuk mund të kalojë tavanin prej 10 lekë për kilovator. Ky tavan u rrit në muajin shkurt të vitit 2024, pasi deri në atë periudhë ishte 8.5 lekë për kilovator. Më herët, anëtarët e bordit të entit regulator kanë theksuar se kjo vlerë garanton qëndrueshmërinë ekonomike në kategorinë e prodhuesve me përparësi përfshin centralet e prodhimit të energjisë elektrike nga burimet hidrike me fuqi të instaluar deri në 15 MW. Vendimi i erës bazohet në çmimet e tregjeve të organizuara të energjisë, si dhe në bonusin e parashikuar për nxitjen e burimeve të rinovueshme, por në çdo rast respekton kufirin maksimal të përcaktuar nga qeveria. Ndërkohë, Inspektoriati i Punës ka kontrolluar qindra subjekte për të evidentuar fuqinë punëtore të paregjistruar shkelësit, janë ndëshkuar njëkohësisht me masa administrative. Gjatë muajit nëntor, Inspektorati Shtetëror i Punës ka intensifikuar kontrollet në tregun e punës me qëllim garantimin e respektimit të legjislacionit dhe mbrojtjen e të drejtave të punëmarrësve. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë kësaj periudhe janë inspektuar gjithsej 768 subjekte në shkallë vendi. Kontrollet kanë përfshirë verifikimin e 17.206 vendeve të punës, ku inspektorët kanë konstatuar njësër parregullësish në zbatimin e detyrimeve ligjore nga ana e punëdhënësve. Gjatë muajit nëntor nuk është zhvilluar asnjë inspektim këshillues, ndërsa të gjitha kontrollet kanë pasur karakter verifikues dhe ndëshkues. Si rezultati i shkeljeve të evidentuara, Inspektorati i Punës ka vendosur 492 masa administrative, duke sinjalizuar një nivel të konsiderueshëm problematikash në respektimin e standardeve të punës. Paralelisht janë trajtuar edhe 60 ankesa të depozituara nga qytetarë dhe punëmarrës, të cilët janë shqyrtuar në përputhje me procedurat ligjore. Autoritetet bëjnë me dije se inspektimet do të vijojnë edhe në muajin në vijim, si pjesë e përpjekjeve për të forcuar zbatimin e ligjit, për të rritur sigurinë në vendin e punës dhe për të garantuar kushte më të drejta për punëmarrësit. Njëkohësisht, vendet e lira të punës në administratën publike do të publikohen edhe në portalin online të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. Ky sistem nuk do të shërbejë vetëm për shërbimin civil, por njëkohësisht do të përfshijë të gjitha strukturat dhe institucionet shtetërore. Qeveria ka vendosur që të gjitha vendet e lira të punës në administratën publike të publikojnë edhe në portalin online të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. Me këtë vendim, agjencia do të ketë përgjegjësi për publikimin në faqet e saj zyrtare të gjitha vendeve të lira, jo vetëm në sektorin privat, por edhe në ato publik. Ky është një proces që më parë realizohej përmes faqeve të institucioneve individuale ose përmes Departamentit të Administratës Publike. Këshilli i Ministrave miratoi dhe rregullat e organizimit dhe funksionimit të AKP-s, sipas vendimit në bazë të ndryshimeve në ligjin për arsimin dhe formimin profesional dhe ligjin për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive do të jetë institucioni përgjegjës për mbledhjen dhe menaxhimin e informacionit mbi vendet e lira të punës së shpallura nga punëdhënësit publik dhe privat. Zbatimi i këtij vendimi i është ngarkuar agjencisë, ndërkohë ai hyn në fuqi pas publikimit në fletoren zyrtare. Duke nisur nga 1 janari, AKP-a do të funksionojë si portali vetëm unik, ku do të publikohen të gjitha vendet e lira të punës në administratën publike. Ky sistem nuk do të përfshijë vetëm shërbimin civil, por të gjitha strukturat dhe institucionet e administratës shtetërore.
Do të shohim tani edhe surinë e tregjeve gjatë ditës së sotme, që është sesioni i parë i javës dhe vjet re një tendencë në rritje e euros përballë dollarit amerikan. Megjithatë, volumi i shkëmbimeve tregtare është i ulët për shkak se fillon fundjava e gjatë me rastin e Krishtlindjes. Dhe si çdo fundviti, njëkohësisht investitorët bëjnë edhe bilancet e vitit për të ripozicionuar në 2026. Parashikohet që jo vetëm sesioni sotëm, por edhe sesionet e mbetura deri në fund vitit të karakterizohen nga një volum i ulët i shkëmbimeve tregtare. Në mëngjesin e sotëm, në tregun monetar ndërkombëtar, vjet re një rritje lekë të euros përballë dollarit amerikan qëndrueshëm. Moneda europiane tregtohet mbi nivelin e 1.17 në raport me monedhën e gjelbërt. Ka pasur disa dhëna të tjera të publikuara në Shtetet e Bashkuara gjatë javës kaluar, shumica e tyre dhëna të vënuara për shkak se qeveria amerikane qëndroi e mbyllur për 43 ditë me radhë. Në mëngjesin e sotëm, sikurse mund ta shohim, vjet re një rritje me 0.15% e euros përballë dollarit amerikan dhe moneda europiane këmbet me 1.1726 dollar në rritje me 0.15%. Poundi britanik realizon fitimet më të mëdha në raport me dollarin, në rritje me 0.32% të vlerës, duke prekur njëkohësisht nivelin më të lartë në thuajse një vit. Poundi këmbehet me 1.3418 dollar përballë frankës. Dollari është në rënje të lehtë me 0.06%, kuotohet në 0.7947 franga, ndërsa dollari australian ka fituar 0.41% të vlerës, këmbet me 0.6637 dollar amerikan. Dollari kanades ka ndryshuar minimalisht në rritje me vetëm 0.04%, këmbet me 0.7254 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari është në rënje me 0.2% të vlerës, këmbehet me 157.43 yen mesatarisht. Në ecurin e tregut të kriptomonedave, Bitcoin ka vjuar tendencën në rritje edhe në sesionin e sotëm pas fitimeve që realizoi gjatë fundjavës. Në këtë mënyrë është ngjitur mbi nivelin e 89.000 dollarëve dhe në këtë rritje ka ndikuar ulja e basteve në lidhje me rezervën federale për një tjetër ulje të normës bazë të interesit në takimin e muajit janar. Njëkohësisht, investitorët do të vjojnë të jenë fokusuar tek të dhënat që publikohen më vonë gjatë javës si në SBA, ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Bitcoin ka fituar 1.69% të vlerës, kuotohet në 89.653.19 dollar. Ethereum realizon gjithashtu fitimet konsiderueshme me 2.47%, është ngjitur njëkohësisht mbi nivelin teknik të 3.000 dollarëve, kuotohet në 3.047.32 dollar. Ripple në rritje me 0.96%, kuotohet në 1.9261 dollar. Litecoin është rritur me 2.7%, realizon fitimet më të mëdha, tregtohet pra nivelit mesatar të 78 dollarëve dhe Bitcoin Cash është vetmja në rënje me 0.96%, kuotohet në 579.36 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar, ndërsa në ecurin e tregut të naftës në sesionin e parë të javës vjet re gjithashtu një tendencë në rritje, sikurse mund ta shohim, Brendi Londrës është ngjitur madje edhe mbi nivelin e 61 dollarëve. Në këtë rritje ka ndikuar deklarata e bërë nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili u shpreh për mediat amerikane se nuk e përjashton mundësinë e luftës, e shpalljes luftës ndaj Venezuelës. Në komentet e bëra për NBC News, nuk e përjashtoi një mundësi të tillë, deklaroi Donald Trump. Njëkohësisht investitorët janë fokusuar edhe tek diskutimet midis Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara me Rusinë në lidhje me përpjekjet e kohëve të fundit për të arritur një marrëveshje paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës, sepse lufta në 22 shkurt mbush plot 4 vite dhe përpjekjet në kohët e fundit janë intensifikuar ndjeshëm. Ka pasur njëkohësisht edhe një telefonat midis Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar, ka qenë kryeministri Keir Starmer, i cili ka telefonuar presidentin amerikan Donald Trump për diskutuar pikërisht në lidhje me konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës. Aktualisht Brendi Londrës tregtohet pra nivelit mesatar të 61 dollarëve për fuqi, në rritje me 0.89%. Nafta bruto amerikane ka fituar 0.92% vlerës, kuotohet në 57.04 dollar. Nafta e përpunuar në bursën e Londrës është rritur me 1.15% dhe kuotohet në 614.38 dollar për ton.
Në ecurinë e tregut metaleve të çmuara, Arivion të regjistroi nivele rekord edhe në sesionin e sotëm së bashku me argjendin. Në këtë mënyrë, metali verdh ka tejkaluar nivelin rekord të $4.381 të regjistruar më herët gjatë këtij viti dhe aktualisht kuotohet në $4.444.9 për oncë, në rritje me 1.31%. Këto fitime i shtojnë atyre të realizuara ditën e premte të javës së kaluar. Investitorët gjithmonë më shumë po preferojnë arin, por gjithashtu edhe argjendin si pasojë e tensioneve gjeopolitike, por njëkohësisht vjet re një kërkesë e shtuar për metalet fizikisht nga bankat qendrore, por edhe nga institucionet e ndryshme financiare. Njëkohësisht vjet re një fluks i lartë i fondeve, i parave në fondet ETF, fonde të tregtueshme në bursë që ndjekin ecurinë e çmimit të argjendit dhe të arit. Për gjatë vitit 2025 vjet re një rritje me 65% e arit, ndërsa ka qenë argjendi që ka realizuar performancën më të mirë duke u rritur me plot 132% gjatë 2025-s dhe njëkohësisht përbën rastetet me rritjen më të madhe gjatë vitit që po mbyllet. Investitorët do të vijojnë të jenë fokusuar edhe tek disa dhëna të tjera që do të publikohen më vonë gjatë javës. Aktualisht argjendi tregtohet në $68.88 për oncë, në rritje me 2.06%, ndërsa platini tregtohet në nivelin më të lartë në 20 vitet e fundit, është ngjitur mbi $2.000, tregtohet në $2.102.6 për oncë, në rritje me 4.16%. Ndërkohë, për sa i përket ecurisë së tregut europian të aksioneve, shumica e bursave në kontinent ka ndryshuar minimalisht në rënje të lehtë, megjithatë volumi është i ulët për shkak të fundjavës së gjatë me rastin e Krishtlindjes dhe javën e ardhshme vitit të ri. FTSE 100 i Londrës ka rënë me 0.34%, vetëm DAX i Gjermanisë është rritur lehtë me 0.12%, CAC 40 i Parisit, indeksi zyrtarit SMI dhe FTSE MIB Milanos kanë humbur 0.17, 0.25 dhe 0.02% respektivisht. Ndërsa për sa i përket ecurisë tre indekseve kryesore në Wall Street për javën për ditën e premte të javës kaluar, tendenca ka qenë në rritje. Dow Jones dhe Nasdaq janë rritur lehtë me 0.38 dhe 0.88%. Fitimet më të mëdha i realizohen Standard & Poor's 500 në rritje me 1.31% të vlerës. Dhe së fundmi në ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, fitimet kryesohen nga Infineon në rritje me 2.18%. BASF, Siemens, Heidelberg Materials dhe Qiagen janë rritur nga 0.69 deri në 0.82%. Për sa i përket kompanive që realizojnë humbje në bursën e Frankfurtit, rënja kryesohet nga Beiersdorf me 1.28%. Ion RV, Fresh News dhe Rheinmetall kanë humbur nga 0.64 deri në 1.03% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente në sesionin e parë të javës. Tani do ndjekim një fjalë të Ministrit të Financave, zotit Betrim Malaj, në lidhje me mbështetjen sociale për gjatë fundvitit. E ndjekim dhe rikthehemi sërish në studio. Tuam aktin normativ të fundit të vitit për disa ndryshime në buxhetin e vitit 2025. Disa nga çështjet kryesore që miratuam nëpërmjet këtij akti normativ janë mbështetja financiare për familjet të cilat përfitojnë ndihmë ekonomike, si dhe për personat me aftësi të kufizuar apo kujdestarët e tyre. Masa e mbështetjes financiare në formën e bonusit të fundvitit do të jetë 15.000 lek apo rreth 150 euro. Në total, nga kjo nisëm, do të përfitojnë rreth 148.500 qytetarë me një fond total prej rreth 2.2 miliard lekësh. Një nga vendimet më të rëndësishme të ndërmarra nga Këshilli i Ministrave lidhet me përdorimin e fondeve nga ana e ministrive apo institucioneve buxhetore. Është vendosur që për të gjitha ato fonde të cilat nuk do të shpenzohen nga ministrit apo nga institucionet buxhetore, do të kalojnë në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Nga një vlerësim paraprak që ka bërë Ministria e Financave, vlerësohet se shuma e cila minimalisht do të kalojnë në këto llogari do të jetë në masën 150 milion euro. Kjo shumë do të përdoret për reformën e pensioneve të cilën kjo qeveri tashmë e ka nisur. Nëpërmjet këtij akti normativ, ne do të mbështesim edhe sektorin e bujqësisë, ku fermerët do të përfitojnë një
shumë prej rreth 2 miliard lek shtesë nëpërmjet skemave mbështetëse. Në total, fondi i alokuar për vitin 2025, ku fermerët kanë përfituar drejt për drejt nëpërmjet këtyre skemave mbështetëse, shkon në masën 6.4 miliard lek, krahasuar me 5.3 miliard lek që ishte në vitin 2024. Shëndetësia është një tjetër sektor që do të mbështetet nëpërmjet këtij akti normativ, ku do të përfitojë 18 milion euro shtesë mbështetje për ilaçe nëpër spitale. Edhe pushteti vendor do të përfitojë nëpërmjet këtij akti normativ, duke u mbështetur me rreth 1.2 miliard lek shtesë, fonde të cilat do të përdoren për të shlyer detyrimet më të vjetra të prapambetura. Në total, vlera që po ja alokojmë pushtetit vendor është e barazvlefshme me rreth 40% të totalit të detyrimeve të prapambetura që kanë këto bashki. Këto janë vetëm disa nga politikat që kemi parashikuar në këtë akt normativ, natyrisht për të garantuar që fondet publike përdoren aty ku nevoja është më e madhe. Ministria e Financave, nga ana tjetër, është këtu për të garantuar stabilitetin ekonomik, si dhe të zbatojë politikat të cilat synojnë mirëqenien sociale të qytetarëve të vendit tonë. Ju falemnderit. Jemi rikthyer sërish në studio, do diskutojmë tani në lidhje me ecurinë e sezonit turistik gjatë 2025-s, ku bie në sy se edhe gjatë muajit tetor, si shifrat e hyrjes, por njëkohësisht për të gjithë mujorin, por edhe për muajin tetor, bie në sy një rritje konsiderueshme krahasuar me 2024-ën dhe agroturizmi është mini sektori i cili ka dhënë një kontribut të konsiderueshëm në këtë qëndrueshmëri të sektorit turistik në tërësi. Më gjërësisht do diskutojmë me zotin Fation Selima, antar i Këshillit Drejtues Shoqatës së bujtinave dhe restoranteve shqiptare. Fation, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Është bie në sy edhe realisht në terren kjo zgjatje e sezonit turistik, sepse tetori kishte shifra thuajse 40% të larta krahasuar me tetorin e 2024-s. Në fakt, ne jemi me fat duke pas parasysh klimën që ne kemi, edhe si Bregdeti, po edhe pjesa malore e Shqipërisë, ka një klimë shumë të mirë që zgjat deri në tetor, pastaj vera ishte pak e vonë, si vjen fakt. Edhe pat një zgjatje në tetor, edhe për shkak të agjensive që punojnë me Europën, disa nga shtetet e ndjejnë më pak të ftohtin, kështu që ajo pjesa e tetorit ton atyre ju duket si verë e tyre, kështu që ka qenë relativisht mirë për pjesën akomoduese. Për pjesën e gastronomisë e restoranteve, mendoj që ky grup njerëzish që kanë ardhur në tetor janë përgjithsisht me paketa fikse, kështu që restorantet e veçanta që nuk kanë lidhje me resortet apo me paketat e tyre, nuk është se kanë pasur ndikim dhe aq të madh. Ndërkohë, edhe nëse shohim shifrat, bie në sy një rritje ndjeshme e fluturimeve. Sa rëndësi kanë jo vetëm shtimi i fluturimeve, por edhe zgjerimi i destinacioneve? Patjetër që ka rëndësi shumë të madhe, tashmë aeroporti jonë është shumë ndërkombëtar. Ajo që them unë është gjithmonë është shumë komod në fakt edhe si aeroport për shkak të facilitetit, pra sa zbret nga avioni zbret dhe del direkt jashtë me facilitetet që ka. Zgjerimi sjell fluks, sjell njerëz, sjell edhe kurreshtje për ato që nuk kanë vizituar. Destinacionet janë shumë afër me Shqipërinë, po flasim një orë me Milanon, një orë me Romën, një orë me Athinën, shumë afër për secilin në Europë që të vizitojë një fundjavë Shqipërinë, Tiranë dhe Shqipërinë. Agroturizmi është një pjesë e sektorit madh turizmit që ka jo vetëm zgjerim, por një zgjerim i qëndrueshëm. Është realisht e tillë sepse të paktën operatorët deklarojnë këtë, shifrat e thonë? Dëgjoj, unë jam marrë gjithmonë përgjithsisht me restorantet nivelit lartë, por kohët e fundit kam hapur edhe unë një agroturizëm, që do të thotë që është një trend që vazhdon, të huajt janë kurioz për kuzhinën tonë tradicionale, për produktin vendas, për atë produktin me kilometër zero që i quajmë ne, dhe po, ka pasur një boom shumë të mirë, po edhe qytetarët vendas përgjithsisht fundjavat i kalojnë në agroturizëm, për shkak edhe të komoditetit, të mungesës e një dress kodi që i pengon, të çmimeve, të çdo gjëje tjetër, por edhe të ushqimit që përgjithsisht është shumë pak i përpunuar, pra mundohen ta mbajnë atë logjikën e përpunimit të pakët, por të kualitetit të produktit. Janë të orientuar pikërisht te kjo e fundit që ato produkte që janë të zonës ti promovojnë mbase ti përpunojnë, ti sillin edhe më pak moderne? Që mos t'jenë një fotokopje e njëri tjetrit. Dëgjoj, unë jam i idesë që në fakt
ky trend u zhvillua për një kohë gjatë që u bën shumë fotokopje dhe unë kam qenë kritik në çdo dalje time apo në çdo bisedë që duhet mbajmë atë zonimin, atë produktin vendas në secilën zonë. Pra nuk kemi pse gjejmë një produkt të veriut në Berat apo një produkt të jugut në veri. Se nuk ka kuptim, po nuk ka edhe as identitet dhe nuk ka as një storytelling që mund t'i thuash klientit, pra flin Berat apo lakror të Korçës në Valbon. Ideja ime është që më mirë një menu e vogël me varietetet pakta, por e fokusuar te produkti lokal, e fokusuar tek zona. Po e bëjmë? Dëgjoj, mendoj që po drejtohen drejt asaj sepse edhe kostot janë më të vogla. Pra mungesa e transportit në kuptimin e pagesës transportit, kur produktin e ke afër, ajo patjetër që mban çmimin të ulur, por edhe freskia e produktit, por edhe faciliteti për ta pasur për ditë të freskët edhe vazhdimisht freskët. Patjetër që edhe profesionalizmi i stafeve që vitet e fundit secili po bën hapa përpara, duke pas parasysh edhe teknologjinë tani dhe po shoh shumë agroturizme që në fakt produktin autokton vendas apo pjatat të dikurshme shqiptare të zonës, po i përpunojnë me teknikat moderne, me teksturat moderne dhe po sjellin një produkt shumë mirë që në fakt është autentik, por është i përpunuar për kohën e sotshme që patjetër kemi shumë mundësi teknologjike që edhe të përpunojmë edhe ta nxjerrim sa më të mirë. Janë agroturizmet njësitë e shërbimit ku cilësia e shërbimit është nivele më të larta, sepse kam përshtypjen që fluksin e kanë deri diku të parashikuar. Punojnë edhe jashtë sezonit që fluksi është nivele më të ulta. Pra, është shërbime më i lartë tek agroturizmet krahasuar me sektorin tërësi. Dëgjoj, unë nuk jam te agroturizmi për një shërbim shumë të mirë. Domethënë, po të tregoj më kontaktoi një mik i imi, besoj dhe joti, para një viti, dhe më tha çfarë mund të përmirësoj unë në agroturizmin tim. Ai punonte me tjëmën dhe me bashkëshorten, bënin ato numra që i duheshin për të bërë sipas kapacitetit që ato kishin dhe në fakt unë përgjigjja ime ishte kjo. Mbaje kështu siç je, mbaje në traditë familjare, mbaje në shërbim familjar sepse po e komercializove, pastaj nuk ka të njëjtin sens edhe largësia jote me kryeqytetin apo me vendet e tjera është goxha e madhe dhe njerëzit nuk kanë pse vinë për të akomoduar në një restorant normal me shërbim shumë mirë, por ato duan të vinë që mamaja jote i bën atë byrekun tradicional, bashortja bën mishin, pra gjenden një ambient shumë familjar dhe ajo është e veçantë. Po e bëjmë ose jo po e bëjmë, por a janë të vetëdijshëm që kjo mund të jetë zgjidhja më mirë dhe s'kam pse investojmë pastaj në rritjen e cilësisë së shërbimit. Mjafton të jetë ushqimi mirë dhe mikpritja. Ne kemi gjenetike mikpritjen, patjetër që ka të bëj shumë edhe pjesa e ushqimit, pra nëse do lëvizim për të shkuar diku larg duhet gjejnë patjetër një ushqim të veçantë apo një ushqim totalisht normal, por të gatuar mirë dhe me lëndë të parë të mirë. Në momentin që e komercializojmë, pastaj është më e vështirë për mendimin tim, pra mund të ketë një boom momental, mund të ketë një prurje shumë të madhe për shkak edhe të marketingut që tashmë e bëjnë shumë mirë, por që vlera e shtuar mungon sepse të njëjtën gjë mund ta gjenë shumë afër Tiranës, 5 minuta nga Tirana ka 10.000 e qindra agroturizme që s'ke pse largohesh. Një periudhë kam përshtypjen ishin mbase një fotokopje njëra tjetrës, por tashmë kanë filluar të kanalizohen aty ku janë realisht më të mirë. Po e veçanta që ti ofron klientelës besoj që është shumë e rëndësishme. Duhet kesh diçka, një identitet qartë, duhet kesh një produkt të mirë, duhet kesh një mikpritje shumë të mirë që njerëzit të diversifikojnë këte lëvizjen e fundjavës. Pra, të konsiderojnë, nëse je larg nga kryeqyteti, të konsiderojnë si një destinacion që të vinë në fundjavë edhe të kalojnë atë kohën shumë të rëndësishme që familjet kanë për të ndenjur me njëri tjetrin. Koncepti i vizitorëve, i turistëve, si është për agroturizmet? Janë të lira, janë mesatare, janë të shtrenjta? Ja, unë mendoj që janë të lira. Agroturizmet janë goxha me çmimet pranueshme për të gjithë qytetarët. Janë çmime që përballohen nga familjet shqiptare, qoftë edhe ato të mesmet, por edhe ato me nivel pak më të ulët financiar, por që në rastet e ditëlindjeve, festave të tjera, ju jepet mundësia dhe kanë mundësinë të t'i vizitojnë edhe të kalojnë mirë. Unë mendoj që ne shqiptarët e kemi edhe pak traditë që dalim edhe këto daljet tona të okazionale i shfrytëzojmë edhe dalim, pra nuk është se besoj që shumë pak familje janë që nuk dalin asnjëherë. Ka gjithmonë një rast për të dalë, për të mbledhur dhe unë besoj që agroturizmet në përgjithësi e kanë buxhetin të pranueshëm që
secili nga ne të konsumoj një drek apo një darkë. Agroturizmet, njësitë e tjera mikpritësem, flasë gjithmonë jashtë metropoleve ose në zonat malore më së shumti, kam potencial të zhvillojnë edhe rajonet ose komunitetet. Funksionon aktualisht kjo metodë për bashkëpunimi? Dëgjoj, ne kemi plot zona që janë zhvilluar apo kanë marrë emrin edhe si zonë për shkak të një agroturizmi që është hapur aty. Pra patjetër që potenciali është, patjetër që një punë e bërë mirë si nga ana e shërbimeve, por dhe nga ana e marketingut ndikon që t'japi emër zonës, që t'japi ndoshta zhvillim dhe pastaj të nxisë dhe të tjerë rreth e rrotull, sepse unë besoj të konkurenca, unë besoj të konkurenca e shëndetshme, sa më shumë të ketë zgjedhje për njerëzit, si në çmime, si në shërbime, aq më e lakmuar bëhet zona dhe aq më e njohur bëhet zona. Ndërkohë 2025-a mund cilësohet ndër vitet më të mira, sepse ne të paktën nga 2022-shi e me radhë kemi pasur gjithmonë më shumë numër turistësh që me kalimin e viteve po shpenzojnë edhe më shumë. Dëgjoj, unë 2025-ën e kam quajtur pak a shumë si një konsolidim edhe një prekje reale të Shqipërisë turistike. 2022, 23, 24 kishte një hype shumë të madh, kishte një interes shumë të madh mediatik. Por mendoj që pati dhe pak ngatresë si destinacion, pasi u fry fort si një destinacion i lirë. Ndërkohë që ne realisht jemi destinacion i lirë, por jemi destinacion në rast se do të përzgjedhësh një vendet elitare, patjetër që do paguash, por pati një këtë idenë e turistëve që edhe në zonat më elitare të Shqipërisë mund të paguash pak. Kjo nuk ndodh në asnjë vend të botës, pasi lënda e parë kushton, pasi stafi kushton, pasi çdo gjë kushton. Dhe ka një raport mes food costit edhe çmimit shitjes që duhet jetë korrekt. Ju jeni gazetar ekonomie dhe e kupton shumë mirë, domethënë se sa e rëndësishme është që të shesi me fitim. Kështu që mendoj që 2025 ishte një vit i konsolidimit, ishte një vit që edhe njerëzit e kuptuan edhe hartën gastronomike të Shqipërisë, pra dua të shkojnë kësa mil, unë i di 5 lokalet që kushtojnë, por di edhe qindra lokale tjera që mund të paguajnë pak. E njëjta gjë ndodhet në Veri, e njëjta gjë ndodhet në Tiranë. Kështu që ky diversifikim i niveleve të restoranteve ka sjellë që edhe turistit të kuptojë dhe ta gjejë veten, ndoshta edhe në platformat e review-ve online edhe gjithçka tjetër, ta gjejë veten në nivelin që dëshiron të jetë prezent në Shqipëri. Si është situata në restorantet e nivelit të lartë që ju njëkohësisht e njihni shumë mirë? Dëgjoj, situata në këtë lloj kategorie është e mirë për shkak edhe të punës së mirë që bëhet, por këto janë restorante në përgjithësi që kanë shpenzime shumë mëdha dhe po nuk pati një vazhdimsi gjatë gjithë kohës, bëhet më e vështirë. Unë mendoj që këto janë nga njëherë ato flamurtarët e një Shqipërie të së ardhmes, e një turizmi elitar, një turizmi që kërkon të shpenzoj dhe kërkon të provojë dhe gastronominë e nivelit lartë në Shqipëri. Mendoj që është e mirë, sidomos te pjesën e fundit vitit, duke pas parasysh edhe kthimin e emigrantëve, duke pas parasysh edhe turistët e biznesit që vinë, sidomos në Tiranë, ka një interes që t'i provojnë edhe kuzhinën e lartë shqiptare. Ne kemi një kuzhinë, unë e kam thënë shpesh, kuzhina jonë unë e konsideroj më të mirë në Ballkan në mënyrë absolute, por të mos shkuar edhe më gjërë në Europë, patjetër në Europën e qendrore jemi shumë mirë. Ka akoma për të përmirësuar, ka akoma gjëra që në kontaktet që ne kemi shpesh edhe me institucionet duhet t'i përmirësojmë, për t'i indiricuar edhe këto klientë që edhe ne kemi një gastronomi shumë mirë, por ne bëjmë punën tonë në mënyrën më të mirë të mundshme që të ofrojmë edhe këte Champions League-ën që them unë të nivelit restorantëve. Tifozët cilët janë te kjo Champions League? Janë shqiptar apo? Përgjithsisht shqiptar patjetër që janë, por është një kategori e caktuar që e njohin ushqimin, që duan një ushqim të mirë, por edhe të huaj, po flasim për nivelet e kritikëve të ushqimit, edhe të atyre që dalin jashtë dhe provojnë restorantet Stelato e tjerë. Pra ka gjithmonë vend për klientel, patjetër në numra është më e vogël, patjetër edhe ne nuk duam numra shumë të mëdhenj, për shkak edhe të vështirësisë të shërbimit, pasi shërbimi është goxha më i komplikuar, kërkon më shumë staf, kërkon më shumë vëmendje, pasi duhet atë që i merr duhet ja japësh. Pra, në momentin që paguan një farë shifre, duhet ja maksimalizosh shërbimin dhe ushqimin në bazë të shifrës që ka paguar. Këto restorante, Fation, të nivelit lartë,
çfarë kanë në fokus? Sepse dim restorante italiane, japoneze, franceze, gjitha kombësit, por në lidhje me produktet shqiptare, si duhet ose si ofrojnë ato? Dëgjoj, se ka gjithmonë një debat publik të heshtur, në fakt në lidhje me nivelin e restoranteve. Pra unë shoh shumë shpesh edhe kolegët mi që fokusohen gjithmonë tek restorante tipike shqiptare etj. Por unë mendoj që edhe një restorant fine dining është tipik shqiptar në momentin që operon në Shqipëri. Pasi 80%, 90% të lëndës parë që përpunohet, patjetër që e ka shqiptare. Nuk do të thotë asgjë që ne mos të rrim në një vend të caktuar dhe të bëjmë vetëm ato pjata që patjetër janë shumë të mira tipike shqiptare, por të kalojmë edhe në nivel evropian, pasi edhe europianët apo turistët e ushqimit gastronomik që vinë dhe na vizitojnë, duan të kuptojnë që edhe ne kemi një gastronomi shumë të mirë internacionale që duhet patjetër t'ja japim mundësinë ta provojnë. Ato gatimet tona tradicionale, për shembull, përditësohen, bëhet emri tyre 2.0 apo 3.0? Po, kemi kaluar edhe në 4.0. Pra, unë jam shumë pro ides që të përpunojmë, ta thash edhe më parë, pra me teknikat moderne, ne të sjellim pjatat autentike shqiptare. Unë e bëj shpesh në restorantet e mia. Mendoj që kjo nuk sjell një humbje të traditës, por sjell një evolim të asaj pjate dhe sjell në nivele të kuptueshme edhe për turistin e huaj. Pra ti sjell një pjatë autentike shqiptare, por që është e bërë me teknikat moderne, që shijon mirë. Jam patjetër kundër të kalojmë në procese kimike të përpunimeve shumë të mëdha, pastaj që ka raste që e bëjmë, por pastaj prish punë, realisht sepse e humbe edhe origjinën, por humbe edhe shijen, por humbe edhe produktin. Po unë jam në nivelet që ta përpunosh, por në nivelet e caktuara që ti sjellësh një pjatë mirë, pa e humbur origjinën, pa e humbur atë identitetin e pjatës. Përpara se të kalojmë disa pyetje Fation tek 2026, për 2020 apo për çdo vit, është agroturizmi ajo qëndrueshmëria për të pasur një sezon gjithvjetor turistik? Agroturizmi ka numra. Në momentin që ka numra do thotë që funksionon, do thotë që janë destinacione që konsiderohen gjatë gjithë vitit. Dhe patjetër Shqipëria është aq e larmishme në relief sa gjatë gjithë vitit realisht ne mund gjejmë agroturizme. Edhe familja tashmë e ka bërë si tradit familjet shqiptare. Pra, ajo që më shqetëson mua në fakt pak është pjesa e entertainment që duhet t'i japim të gjithë familjes. Pra, se ne po e konsiderojmë daljen e fundjavës, destinacionin e fundjavës po e konsiderojmë vetëm tek ushqimi dhe vetëm tek shërbimi. Po në fakt, ne shpesh herë i bijem në qafë fëmijëve tanë, pasi ata janë të detyruar të vinë me ne, patjetër, por unë besoj që interesi i tyre nuk është aq i madh tek pjesa vetëm e ushqimit apo e shërbimit. Unë do këshilloja, të jemi sinqert, të gjithë kolegët që të mundohen të krijojnë arsye të tjera që t'i bashkangjiten vetë ushqimit dhe shërbimit që njerëzit i vizitojnë, por dhe të kalojnë mirë. Pra, po flas lojra për fëmijët, po flas ndoshta edhe për të rriturit, se ka rëndësinë e saj. Duan edhe të rriturit. Që mos ta konsiderojmë këtë daljen e të dielës, okay, do shkojmë, do konsumojmë drekën dhe mbaroj e diela, jo. Ai është momenti në fakt që ne reflektojmë, që ne kalojmë të gjithë lodhin e fundjavës dhe ne duhet të komunikojmë sa më shumë me familjen dhe të kemi mundësi që nëpërmjet disa katalizatorëve të ofruar dhe nga biznesi që ne të shkojmë, të jemi të gjithë bashkë dhe të mundohemi të rrim sa më gjatë me familjen. Dhe ta mbyllim me 2026 në Fation, mund quhet viti ose vjueshmëria e qëndrueshmërisë? Po patjetër, Shqipëria është vetëm fillimit e veta si destinacioni i zbuluar për Europën. Unë mendoj që edhe një 10 vjet tjera ne do jemi destinacion për të zbuluar. Europa është shumë e madhe, bota është shumë e madhe. Unë kam jetuar në Vatikan një periudhë kohe dhe Vatikani kishte gjatë gjithë kohës njerëz, dhe unë mendoj që kur nuk mbaruan ata njerëz së vizituari dhe së rikthyeri. I bëra një krahasim për të kuptuar atë hype-in që ne patëm këto 2-3 vitet e fundit me vende shumë vizituara në botë. Mendoj që Shqipëria ofron larmishmëri të caktuar në të gjitha stinët, në të gjitha vendet, në të gjithë cepat e saj, që do thotë jemi vetëm fillimet e zbulimit të kësaj perle të Ballkanit, që fatmirësisht jemi pjesë dhe i kemi lindur këtu. Kështu që po, një 10 vite të ardhshme jemi, besoj, do jemi shumë mirë. Fation, faleminderit që ishte në studio. Faleminderit juve për ftesën.
Ndërkohë ne me njëherë pas siglës do të vjojmë me tjera informacione, do të diskutojmë njëkohësisht edhe për Kosovën. Kemi tani në linë drejt për drejt zotin Safet Gërxhaliu, ekspert ekonomie ish kryetari i ODës së Kosovës. Do të flasim në lidhje me zhvillimet më të fundit, sepse javën e kaluar ka pasur një samit mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, ku lajmet mira ka pasur për Kosovën. Zoti Gërxhaliu, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe vërtet kënaqësi kemi ju. Faleminderit. Javën e kaluar, sikur se e thamu, zhvillua samiti BE Ballkani Perëndimor dhe Kosova ka mbështypjen mori vëmendjen kryesore sepse u hoqëm pjesa më e madhe e sanksioneve, ndërsa disa tjera do të hiqen deri në fund të janarit të 2026-s. Është një lajm i mirë që njëkohësisht përçon edhe mesazhe për politikën e Kosovës që në zgjedhjet e 28 dhjetorit të jetë më e përgjegjshme krahasuar me çka qenë deri më tani. Besoj që ka qenë një moment i cili duhet rukitet mirë, po nga ky moment mund të nxjerrë mësime të shumta nga të gjitha palët. Në e parë duhet të kuptohet e vërteta e hidhur që këto masa kanë qenë gjithë përfshirëse dhe definitivisht ndryshimi ka qenë shumë i madh për Kosovën, një ndryshim që ka lënë gjumë qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin social, qoftë në aspektin diplomatik dhe integrues. Në rreth të dytë duhet të mësojmë që Bashkimi Evropian vërtet e ka një birokraci të tipit të vet dhe bind lehtë vendime, por shumë vështirë ato vendime të rriqen dhe t'i thuash dikujt që në këto rrethana në cilat ndodhet Kosova dhe Ballkani Perëndimor, që 3 vite jemi në masë apo sanksione, Bashkimit Evropian e dëshmon dhe e vulos do të thotë birokracinë evropiane. Dhe ajo që është më interesante është fakti që si duket tek në fund Bashkimi Evropian e kuptoi që këto masa saj godasin Kosovën në mënyrë të drejtë për drejtë, i godasin dhe fondet dhe kompanitë evropiane, sepse nëse flitet për miliarda, apo për 1 miliard e 400 milion euro, apo themi edhe për 500 milion euro, implementimi i këtyre projekte është dashur të bëhet nga kompanitë evropiane. Mos mendoj se nëse Bashkimi Evropian i dhuron apo i destinon për Kosovën themi 100 milion euro që ato gjitha mbesin në Kosovë, shumë më tepër fitojnë kompanitë evropiane përmes konsulencës, përmes transferit të teknologjisë dhe të sistemit know-how, por definitivisht do thotë po e shihni që është një momentum ku gjenerohen efekte negative në të dy anët. Por rrugtimi drejt tërheqjes sanksioneve apo heqjes tyre të 100% nuk ka përfunduar. Është procesi i zgjedhjeve, në janar do të jetë shumë diskutabile çfarë do të jenë rezultatet dhe ku do të jetë qeveria e Kosovës apo çfarë do të jetë qeveria e Kosovës, por definitivisht është një mësim që do të mësojnë jo vetëm politikanët kosovar, por edhe politikanët e Ballkanit Perëndimor, që vendime të tilla bien shumë shpejt, por tërhiqen shumë vështirë. Zoti Gërxhaliu, mendoni se realisht politikanët e Kosovës do t'jenë ndryshe nga sjellja e tyre për gjatë 2025-s, ku për shkak të arsyeve të ndryshme, qoftë personale, qoftë partijake, nuk krijuan qeverinë, nuk konstituan kuvendin dhe të krijonin më pas edhe qeverinë. Mendoni se do t'jenë ndryshe edhe për faktin që Kosova, nëse do të ketë të njëjtin rezultat sikur se ndodhi në zgjedhjet e 9 shkurtit, do të hyjë në një terren të panjohur ku problemet do të jenë akoma shumë më të mëdha. Është shqetësuese të thotë e vërteta që për Kosovën ditëve të fundit shumë më tepër kanë bërë të tjerë sa vetë kosovarët. Po kthehemi te masat e Bashkimit Evropian, besoj që darka në Këshillin e Ministrave të Bashkimit Evropian ka qenë vendimtare, po në atë darkë nuk kanë qenë kosovarë, ka qenë vetëm kryeministri Rama, i cili loboi në mënyrë bravurose në këtë drejtim dhe e bindi opinionin francez për këto masa. Në anën tjetër ju e keni tani vendimin e presidentit amerikan Trump që e garanton apo e mbështet tërësinë territoriale jo vetëm të Kosovës, po edhe të Bosnjës dhe Hercegovinës, po derisa të tjerë bëjnë dhe bin vendime të tilla në interes të Kosovës së ardhmërisë, politika kosovare është në një rrugë të verbet.
në qoftë do të vazhdohet apo do të kemi të njëjtin rezultat, do të jetë shumë e vështirë për të paragjykuar cili do të jetë kombinimi apo kombinatorika e krijimit të qeverisë së Kosovës, por po e them me keqardhje në Kosovë kemi një garniturë të politikanëve që komplet mundin dhe orientimin e kanë luftën për pushtet dhe jo për shtet dhe për shtetar. Prandaj nuk duhet të na habit faktin që nëse partia aktuale që në zgjedhjet e shkurtit të 2025 ka fituar 42%, nuk do të fitojë mbi 50%. Kam frikë që scenari i vitit 2025 do të bartet në vitin 2026 dhe kjo dëshmon që Kosovë vetëm po i prolongon problemet, por ato nuk po i zgjidh dhe kjo është ngulfatja më e madhe që po i kanoset Kosovës. Dua të jem optimist që nuk do ndodhë në vitin 2026. Realisht mendoni zotë Gërxhaliu që sepse të gjithë shpresojnë jo më tepër tek rezultati, sepse rezultati mund të jetë i njëjtë me zgjedhjet e muajit shkurt, por besojnë se realisht politikanët do të jenë ndryshe, do të vendosin interesat kombëtare në vend të atyre partijake apo personale. Por ju kam përshtypjen të trueni sërish. Unë do të isha optimisti më i madh, do të isha kosovari më i lumtur që të ndodhë kjo. Po nëse e ndëgjoni diskursin aktual, nëse e ndëgjoni këtë përçarje që ka ndodhur në Kosovë, po tani po krijohet edhe një fragmentim i qytetarëve të Kosovës në kosovar dhe në diasporë, vërtet jep pak hapësirë për të shpresuar se do të jetë diçka e tillë. Nga opozita ndoshta keni tone paksa më optimiste që janë të gatshëm për një bashkëqeverisje, po nga partia më e madhe dhe më tutje vazhdon avazi i vjetër me deklarata që do t'i shkelim të gjithë, do t'jemi këta, do të bëjmë këta, dhe vetë fakti që ka arrit në mënyrë matematikore apo në mënyrë algoritmike të bartën zgjedhjet e vitit 2025 me datën 28 dhjetor, kur është fluksi më i madh i diasporës dhe nuk kemi pas asnjë reagim nga opozita përveç nga disa analizë dhe shoqëria civile, e dëshmon më së miri dominancën e partisë në pushtet. Por besoj që sovrani do ta thotë të vetën dhe nëse vërtet qytetari i Kosovës e shet të arsyeshme që partia aktuale fituese të ketë 50 apo 55 apo 40%, le t'i merr, por vërtet lën hapësirë për të dëshiruar se kanë gatishmëri për kompromis dhe për sakrificë në interes të ardhmërisë së shtetit. Besoj që këto masa nga Bashkimi Evropian është dashur të jenë leksion për qytetarët e Kosovës, po fakti që në Kosovë nuk votohet programi, nuk votohet elaborati, po vetëm do të thotë lideri, e dëshmon më së miri që ka pak hapësirë për të pritur ndryshime, sepse thënë shkurt, vetëvendosja nuk fiton, fiton Albin Kurti dhe në krah të Albin Kurtit të gjithë ngriten dhe fitojnë vota. Zotë Gërxhaliu, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se në fillim të vitit 2026 do të lëshohen plot 205 milion euro për Kosovën. Ku duhet shkojnë në mendimin tuaj? Në 5 vitet e fundit kemi pas një stagnim enorm në aktivitete biznesore sa i përket investimeve në projekte kapitale publike. Prandaj Kosova ka nevojë urgjente. Para mendoni jemi në prag të festat të vitit të ri dhe sot përcillemi me reduktime të rrymës në mënyrë të çmendur, po vjen diaspora me një numër shumë të madh në Kosovë dhe të kemi këtë problematik me energji elektrike e dëshmon më së miri kolapsin energjetik dhe ekonomik në Kosovë. Kemi liçenet të cilat çdo ditë alarmojnë të mos përdoren për pije apo për konsum individual, sepse janë të dotura. Prandaj po e shihni që kemi nevojë të investojmë me urgjencë në ujë, kemi do të thotë në nevojë urgjente të investohet në filtrimin e ujit dhe në kanalizime të ndryshme, kemi nevojë të investojmë në shëndetësi, e cila vërtet është një gjendje jo të mirë. Prandaj në çdo porë të shoqërisë kosovare kemi nevojë për investime. Prandaj besoj që situata duhet të jetë një alarm për politikanët të kuptojnë rëndësinë e partneritetit dhe ndihmës ndërkombëtare që i duhet Kosovës drejt ardhmërisë, dhe jo arroganca të jetë ajo që do të diktoj raportet qoftë me vende mike evropiane, po ndoshta edhe me vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zotë Gërxhaliu, për sa i përket efekteve që
Ngërçi politik, por njëkohësisht edhe vendimarrja ka ndikuar te kostot e jetesës në Kosovë në mënyrë të veçantë të qytetarëve, konfirmojnë edhe shifrat e publikuara më herët javën e kaluar. Inflacioni rezultoi në nivelin e 5.3%, një ndër nivelet më të larta jo vetëm në Ballkan, por gjithashtu edhe në Bashkimin Evropian, sepse mesatarja në BE është pra nivelit të 2.3%. Si ka mundësi Kosova një nivel kaq të lartë të inflacionit për muajin nëntor? Është shtrëngtimi i energjisë një ndër faktorët kryesor? Një shtet që mbarë vetëm nga importi do të jetë i përgatitur që do të ballafaqohet me një rritje të inflacionit. Inflacion i gjeneruar në aspektin intern, në aspektin ekstern. Në aspektin intern kemi ramit produktivitetit dhe eksportet kosovare janë në pikë kritike. Në aspektin ekstern jemi të varur nga importet dhe ky vit do të jetë vit rekord ku do të kemi më tepër se 7 miliardë euro importe të mallrave të ndryshëm dhe tëra kjo e dëshmon që në Kosovë inflacioni duke u mbështetur apo duke u rritur nga të dyja polet ekstern dhe interne. Në këtë drejtim besoj që nëse analizoni strukturën e importeve ndër vite, vitet e fundit e kanë një strukturë më ndryshe, nuk janë më automobilat, nuk janë materiali ndërtimor, nuk është cimento apo duhani dhe alkoholi importet kryesore në Kosovë, po importi kryesor vitet e fundit është energjia elektrike dhe kjo ngritje e çmimit dhe mungesa e një transparence se sa paguhet, sa kushton, sa blihet dhe pse penalizohet biznesi ka ndikuar jo vetëm në inflacion në shportin qytetare, por edhe në ekonominë kosovare. Prandaj besoj që duhet vërtet ta kemi një gatishmëri që të ballafaqojmë me këtë problem, sepse nëse edhe në tutje do ta thellojmë këtë do të rritje të importit dhe çmimit të energjisë elektrike, nuk do të na befasoj fakti që inflacioni do ta shoqërojë masë më të lartë, në veçantë në nëntor dhe në dhjetor, ku kemi më tepër tregti spekulative, sepse nga tregtarët tentohet të shfrytëzohet prania e mërgatës kosovare dhe nuk do të habitur fakti që do të kemi lëvizje të çmimeve dhe në aspektin psikologjik po analizojmë këtë rritje, çmimet rriten shumë shpejt, por asnjëherë nuk bien në stadium fillestar. Asnjëherë nuk bien çmimet, zoti Krizhaliu. Ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë mbar në vijim. Ishte kënaqësi. Do të shohim tani edhe ecurinë e tregut brendshëm valutor ku përgjithsisht vjet re inqetësi në këmbimin e monedhave kryesore ndërkombëtare në raport me lekun, ndërkohë në tregje ndërkombëtare euro ka shfaqur një tendencë në rritje në raport me dollarin amerikan që është reflektuar në tregun e brendshëm në një rënje të lehtë të dollarit në raport me lekun, sepse gjithmonë ecuria e euros me dollarin në tregje ndërkombëtare reflektohet në tregun e brendshëm në këmbimin e lekut me dollarin amerikan. Në mëngjesin e sotëm, në sesionin e parë të javës, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor, Iliria 98 vjet re një qëndrueshmëri në këmbimin e euros ndërkohë dollari amerikan ka humbur 100 dark në sesionin e sotëm, tregtohet në 81.9 lek në blerje dhe shitet me 82.9 lek, duke humbur 100 dark si në blerje ashtu edhe në shitje. Eurovion tregtohet pra niveleve më të ulta historike, blihet me 96.1, shitet me 96.8 lek, edhe euro ka humbur 100 dark, krahasuar me ditën e premte të javës së kaluar kur kuotoi në blerje në 96.2 lek dhe shitej me 96.9 lek. Franga zvicerane blihet me 102.9, shitet me 103.9 lek në ecurinë e poundit britanik, edhe kjo monedhë është e qëndrueshme, blihet me 109.4, shitet me 110.5 lek, ndërkohë dollari kanadez blihet me 59.2, shitet me 60.4 lek. Në ecurinë e dollarit australian, kjo monedhë blihet me 53.9, shitet me 54.9 lek, jeni japonez blihet me 0.51 dhe shitet me 0.54 lek. Në ecurinë e lirës turke, kjo monedhë blihet me 1.86, shitet me 1.95 lek dhe së fundmi juani kinez blihet me 10.85 dhe shitet me 11.67 lek në mëngjesin e sotëm, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98. Kjo ishte ecuria e tregut të brendshëm, përgjithsisht vjet re një qëndrueshmëri për sa i përket këmbimit monedhave kryesore ndërkombëtare në raport me lekun.
Ne tani do të rikthehemi sërish diskutimeve në Kosovë. Do të lidhemi drejt për drejt me zotin Blerim Burjani, analist në Kosovë. Do diskutojmë në lidhje me çeljen e rrugës për Kosovën drejt Bashkimit Evropian, si pasojë e vendimit javën e kaluar për të hequr një pjesë të mirë sanksioneve, ndërsa të gjitha apo kufizimeve, siç i quajnë zyrtarisht komisioni, ndërsa pjesa më e madhe janë hequr, të gjitha do të hiqen deri në fund të janarit. Njëkohësisht von der Leyen, presidentja e Komisionit Evropian, njoftoi se në fillim të vitit 2026 do të lëvrohen për Kosovën rreth 205 milion euro, një vendim që pason pikërisht heqjen e sanksioneve. Por më të rëndësishme do t'jenë zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe tashmë partit janë futur në fushat 100% për të marrë mbështetjen e qytetarëve. Ndërkohë, për të bërë një përmbledhje mbi atë çka ndodhi javën e kaluar, presidentja e Kosovës fillimisht Vjosa Osmani njoftoi se Bashkimi Evropian ka hequr të gjitha masat, do të heqë gjitha masat ndaj Kosovës në fund të janarit të vitit të ardhshëm, ndërsa ka hequr një pjesë të madhe të tyre aktualisht. Të njëjtën deklarat e bëri edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Më gjërësisht tani do diskutojmë me zotin Blerim Burjani, analist në Kosovë. Zoti Burjani, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe juaj, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Sikur se e tham të mërkurën, javën e kaluar, Komisioni Evropian, presidentja Ursula von der Leyen, njoftoi përparim në lidhje me marrëdhëniet me Kosovën, janë hequr një pjesë e mirë e kufizimeve, ndërsa të gjitha do të hiqen deri në fund të janarit të 2026-s. Në këmbim, Kosova do të marrë rreth 205 milion euro që gjithashtu do të lëvrohen, do të lëshohen në fillim të 2026-s. Është një lajm i mirë, por njëkohësisht edhe një sinjal për partitë politike që janë fushat për zgjedhjet e 28 dhjetorit? Po, është një sinjal i mirë sa vërtet onës asaj integruese në Bashkimin Evropian dhe shtensionimit të gjendjes në Kosovë që ka ndodhur gjatë kësaj periudhe kohore. Jemi duke shkuar nga ka stabiliteti edhe në veri. Unë mendoj që kjo politikë kurzuese e Bashkimit Evropian nuk është shumë e pranueshme dhe as shumë e dobishme, domethënë sepse nuk ka nevojë të ketë shkurzim, por të ketë bashkëpunim me institucionet e Kosovës, natyrisht edhe institucionet e Kosovës që të bashkëpunojnë ngushtë me Bashkimin Evropian për temat dhe çështjet të cilat janë të lidhura ngushtë me Bashkimin Evropian dhe çështjet integrative në BE. Pra ky raport ka munguar deri më tash, ky dialog ka ngesë për shkak të mos funksionimit të institucioneve të vendit, pra të Kosovës. S'ka pas Kosova institucione në nivelin qendror as qeveri, e një kohë gjatë edhe pak kuvend ka mbet. Në anën tjetër nuk besoj që është pozitë e mirë apo pozicioni i mirë i Bashkimit Evropian të pozicionohet në këtë mënyrë ndaj Kosovës, që vazhdimisht të kërcënohet Kosovës me masa dhe me heqjet e raport, është quajnë në paraprasisht e masa, vetëm 50% e masave janë larguar, ndërsa kanë mbetur kufizimet e tjera. Pra sikur duket që po kurzojnë tan kohën si Bashkimi Evropian dhe po detyrojnë Kosovën që të merret edhe me asociacionin e komunave dhe çështjet e tjera, gjë që nuk mendoj që është pozitive aq shumë. Mendoj që Kosova duhet të ketë qëndrimet e veta dhe në Bashkimin Evropian, patjetër ato hapur, cilat janë si vështirësi apo sfidat e Kosovës, pra nuk është pozicion edhe aq i dobishëm deri më tash që ka ndodhur në proceset integrative në BE, pra kurzimi i vazhdueshëm i Kosovës dhe institucioneve të saj, për të marrë masa edhe në veri dhe për të marrë masa edhe të tjera për shtensionu, dini që u boni një kalim i kompetencave pak për pak problemi në veri, pra kryetarët e komunave serbe marrin pozicionin e kryetarëve atje dhe nuk pak për pak të lashe, dhe ajo duk që sipas asaj lëvizje të politike u pa që ka pat diçka sinjale pozitive dhe BE heqi 50% e masa mirë, po kjo politika as pak nuk është e pëlqyeshme që vazhdimisht e kursohet Kosova, sidomos në Kosovë kjo progresohet si diçka se kosovarët nuk janë plotësisht e pavarur, gjithmonë duhet të kurzohen për të kryer punë për temat që janë të natyrës së brendshme apo që lidhen me pavarësinë e vendit, përkatësisht që lidhen me sovranitetin shtetëror të Kosovës në veri. Njëkohësisht, zoti Burjani, mendoni se politika, duke parë atë çka po ndodh tani përgjatë fushatës, do të jetë më e përgjithshme, më e ndërgjegjësuar në lidhje me pasojat që do t'jenë nëse nuk do t'ketë sërish një qeveri. Rezultati ka mundësi që t'jeti njëjti me atë të muajit shkurt, por
ajo që do të bëjë diferencën kam përshtypjen do të jetë vullneti politik. Po, mendoj që nuk ka ndaj përvetësimi tjetër të plot, apo me ndryshe nga parti politike që janë hingar. Pra gjendja vazhdon të jetë dramatike në kuptimin e asaj nëse si do të formon institucionet pasqyreve të 28 dhjetorit. Pra kur që nuk dihet për momentin, nuk ka përfar sinjale që partit do të heqin dorë nga temat e tyre dhe do të bëhen bashkë me partit për të bërë koalicione dhe për të vendosur qeveri stabile në vend dhe institucione stabile të shtetit. Pra nuk ka kësi tema, është një kushat e egër duke zhvilluar që kush për veti si subjekte politike, duke dhënë premtime mjaft të gjëra, gati edhe të pamunshme, të pasbatueshme apo të parealizueshme në praktikën jetësore në Kosovë, mirë po sidoqoftë që është një kohë e cila po bëhet pa ndalë domosdoshmë në Kosovë dhe kjo fushat është e thashë edhe më herët shumë e ashpër, e vrazhdet ndonjëherë, por megjithatë quhet fushat, domethënë edhe pse nëse nuk respektohen parimet dhe rregullat e Komisionit Qendror do të pasojnë edhe dënimet apo gjova të partitë politike të cilat do ta shkelin kodin e sjelljes apo kodin e mirësjelljes. Pra nuk besoj që ka ndryshuar diçka në temën asaj që përmend ju që partitë janë vetëdijsuar në Kosovë. Që duhet me informuar institucionet pasi që dalin nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, pra ta implementojnë rezultatin zgjedhor. Po nuk mendoj që është fare ka bëhet muhabet apo duke biseduar për këtë çështje në Kosovë për momentin, krejt janë në kar, krejt po flasin, po bojnë premtime, po flasin janë i kundrejt tjetrit, po japin arsyetimet e tyre të cilat i mendojnë që janë më të mira për elektoratin e Kosovë apo për shtetarët për të plotësuar domo nevojat apo kërkesat e shtetarëve kështu me radhë. Zoti Burjani, ju falenderoj për këtë ndërhyrje të shkurtër në studion e televizionit Skam. Padyshim do kemi mundësi të diskutojmë sërish sepse zgjedhjet do të mbahen në datën 28 dhjetor. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Ndërkohë tani do të lidhemi drejt për drejti me një aktivitet që zhvillohet në këto momente në lidhje me sektorin e bujqësisë. Është duke folur aktualisht ministri i bujqësisë zoti Andi Salla, ndërkohë diskutohet në lidhje me kapitujt 11, 12 dhe 13 ku në fokus është sektori i bujqësisë dhe diskutojnë njëkohësisht investimet që duhen të bëhen si pjesë integrimit vendit në Bashkimin Evropian. Së përbashkët bujqësore, fermeri vendoset në qendër. Qëllimi është i qartë, një bujqësi më konkurruese, më e qëndrueshme, më shumë siguri ushqimore, më shumë kujdes për mjedisin dhe ndryshimet klimatike. Për të arritur këto BE parashikon mbështetje financiare konkrete, pagesat direkte, grante për investime dhe masa për të forcuar tregun. Por kjo mbështetje ka kushtëzime. Për të përfituar duhet të zbatohen praktikat e mira, bujqësore dhe mjedisore, dhe të respektohen kërkesat për menaxhimin e fermës dhe aktivitetin e saj. Ne synojmë që nga fondet europiane përfitojmë rreth 150.000 fermerë. Pikërisht për këtë, në 2 vitet e ardhshme do të përdistojmë regjistrin e fermës dhe regjistrin e blegtorisë dhe do të ngrejmë sistemin e identifikimit parcelave tokës, pilotimi i cili tashmë ka nisur. Gjithashtu duke nisur që nga viti i ardhshëm, ne do të përshtasim në mënyrë graduale skemën kombëtare dhe skemat që aplikohen nga vendet e BE-s. Një sfidë tjetër e rëndësishme për prodhuesit tanë është edhe përmbushja e standardeve të cilësisë dhe të tregtimit të produkteve. Për këtë arsye, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural po përgatit paketën ligjore dhe do të nisë një proces komunikimi dhe trajnimi me prodhuesit dhe operatorët e tregut. Dhe në fund një element që bën diferencën, organizimi i fermave në grup prodhuesish. Kjo në ndihmojnë të kapërcejnë problemin e ekonomisë së shkallës dhe njëkohësisht është mënyra më efektive për të përthithur fondet europiane në masa të caktuara mbështetje. Kapitulli 12, siguria ushqimore, bëhet standard pune me të gjithë zinxhirin. Ne jemi të angazhuar për të arritur zbatimin e plot të legjislacionit BE-s. Për te për afrimit ligjor, detyrimi është zbatimi real i këtyre akteve në terren, për të rritur standardet nga fermerët tek stabilimentet dhe operatorët e biznesit ushqimor. Të gjithë bizneset duhet arrijnë në të njëjta standarde me ato të BE-s.
kjo shoqërohet me kosto, por njëkohësisht dhe mundësi për të tregtuar në tregun e përbashkët. Ndërveprimi i ngushtë mes institucioneve publike dhe operatorëve është elementi kyç. Për efekt kontrolli zyrtar, por sidomos për ndërtimin e standardeve dhe zbatimin në praktik. Kapitulli 13, kërkesat janë shumë konkrete: digitalizim, monitorim, raportim dhe kontroll. Nga ana jonë, angazhimi është të forcojmë mbledhjen e dhënave dhe të raportojmë elektronik me strukturat e EBS. Euro Agro Albania 2025-2030. Ne di mirë që këto transformime nuk i përballon dot askush vetëm. Kjo është arsye pse ne sot lançojmë Euro Agro Albania 2025-2030 si një mekanizëm praktik që t'ju ndihmojë të përgatiteni hap pas hapi. Platforma konkretisht do të sjellë një linjë të dedikuar asistence e quajtur numri blu, platformë digjitale informative dhe asistent virtual në portalin e fermerit. Pikat informuese, materiale uzuese dhe trajnime. Në të njëjtën kohë, platforma do të shtrihet përmes bashkive, shërbimeve të ekstensionit, dhomave të tregtisë dhe shoqatave profesionale, që informacioni të mbërrijë shpejt dhe i plot tek të gjithë ju. Në mbyllje, ju ftojmë të bëheni pjesë aktive e këtij procesi, të kërkoni orientim, të përdorni mjetet që po vendosim në dispozicion dhe të nisim përgatitjen që sot. Nga ana jonë, ne do të sigurojmë kushtet dhe mbështetjen e nevojshme për pjesëmarrje. Nëse bëhemi bashkë në këtë rrugtim, Bujësia 2030 do të kthehet në një standard pune dhe treg i ri mundësish. Faleminderit. Ju lutem, mirë prisni për fjalën e tij, Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zotin Edi Rama. Përshëndetje gjithëve. Pas një takimi shumë të veçantë në Elbasan, jemi këtu për një tjetër takim, këtë herë për një takim pune të organizuar nga Ministria e Bujqësisë me disa nga protagonistët kryesorë të fermës shqiptare për të folur për planin e veprimit dhe për domosdoshmërinë e ndërveprimit mes nesh në mënyrë që bujqësia shqiptare të përballojë sfidën e tregut evropian në kontekstin e Shqipërisë antare Bashkimit Evropian. Dhe dua që të flas shumë hapur me ju, duke ju thënë që kjo sfidë ka dy anë. Ka anën e saj të errët, nëse mund ta quaj kështu, dhe anën e saj të ndritur. Ana e saj e errët është ajo që pret çdo kënd për jush që nuk është i përgatitur për atë ditë. Sepse negociatat me Bashkimin Evropian dhe marrëveshja e antarësimit nuk janë fjalë dhe as procese thjesht të lidhura me çfarë ne shkruajmë në letër, por janë kontratë shtetërore shumë komplekse, ku çdo faktor shtetëror dhe çdo faktor shoqëror duhet i përgjigjet kontratës. Dhe kontrata për bujqësinë është, ose pjesa e kontratës që lidhet me bujqësinë është më e vështira, siç ka treguar në eksperjenca e vendeve të tjera, ashtu sikundër është dhe më e mirëpritura për ata që janë të përgatitur për të përballur me kushtet, për të përballur me standardet, për të përballur me kontrollet që burojnë nga
cilësia shumë e lartë e sigurisë dhe e produkteve kur vjen puna për të qenë lojtar në tregun e Bashkuar Evropian. Por unë besoj shumë tek ju dhe besoj shumë tek gjithë ata që në kushtet absolutisht të pakrahasueshme me sot, një dekadë më parë, ishin aty tek toka edhe përballeshin me një sfidë mbijetese të jashtëzakonshme. Kush e ka kaluar atë sfidë, kam shumë besim se do të kaloj dhe këtë sfidë. Janë të natyrë ndryshme, por në thelb kanë të bëjnë me vullnetin për të bërë sukses. Sepse aso kohë bujqësia shqiptare ishte një sektor i braktisur totalisht. Një dekadë pak më parë. Numri i fermerëve që merrnin një mbështetje simbolike nga shteti ishte 5.600. Sot është 67.500. Dhe nuk bëhet fjalë për mbështetje simbolike, bëhet fjalë për një mbështetje që peshon në portofolin e fermës. Eksportet ishin thjesht dhe vetëm një aktivitet i një grushti njerëzish, fermerësh, që ja kishin dalë deri aty. Dhe deficiti tregtar ishte një katastrofë unikale në rajon, se në Europë s'po hym fare të bëjmë krahasime, por çdo euro të eksportuar ne importonim 9 euro në ushqim. Ndërkohë që sot produktet tona shkojnë në 80 vende të botës dhe eksportet kanë kaluar gjysmë miliard euro, e në ndërkohë deficiti nga 1,9 është ulur në 1,3 dhe përpjekja jonë do të jetë që të shkojmë drejt 1,2-shit. Po thosha që marrëveshja me Bashkimin Evropian është një kontratë shtetërore e të gjithë faktorëve dhe për të gjithë faktorët institucional dhe shoqëror, për të gjitha grupet e interesit. Dhe për fermerët është një kontratë që kërkon standarde dhe cilësi, kërkon teknologji dhe digitalizim, kërkon organizim të sofistikuar dhe patjetër kërkon edhe mbështetje, një mbështetje e cila jo vetëm nuk do të mungohi, por do të vi duke u rritur vit pas viti. Dhe me rritjen e mbështetjes drejt për drejt, që duam ta çojmë deri në 100 milion euro, me mbështetjen e Bankës Zhvillimit që tani më është e regjistruar, ka gati planin për të filluar të jetësoj aktivitetin e vetë. Me mbështetjen e Bankës Shqipërisë që ka vënë dispozicion një linjë kredie inovative, me mbështetjen e agrokreditit që është rivënë në lëvizje dhe patjetër me mbështetjen e AZBR-s dhe të Bashkimit Evropian përmes
AZHBR-s, ne do të arrim të i vëmë në dispozicion bujqësisë shqiptare, do të arrim të i vëmë në dispozicion fermës shqiptare dhe gjithë atyre që duan të jetojnë me tokën, një fakt. Për askënd nuk do t'jetë çështje lekësh. Për askënd nuk do t'jetë çështje fondesh. Për gjithkënd do t'jetë çështje e projektit të duhur dhe e garancive të duhura të dijes për zbatimin e projektit. Çdo projekt që do t'jetë i duhuri dhe që do të mbështetet me dije nga ana e çdo aplikanti, as nuk diskutohet që do të financohet në një mënyrë ose në një tjetër, në një rrugë ose në një tjetër. Dhe platforma kombëtare që prezantohet sot, duhet ta falenderoj ministrin për faktin që hap pas hapi po sjell atë që edhe unë kam kërkuar prej tij, jo vetëm frymën e njeriu që vjen nga toka, vjen nga puna me fermerët, por edhe qasjen e njeriu që si autoritet institucional ka besuar tek inovacioni. Dhe Euroagro Albania nuk është një faqe e re interneti. Nuk është një website më shumë në morinë e websiteve. Por është një instrument të cilin të gjithë ju dhe të gjithë ata që janë atje në ferm dhe që investojnë, prodhojnë, duan të rrisin eksportet, duan të rrisin prodhimin, duan të rrisin cilësinë, duan të rrisin kapacitetet, duan të rrisin fondet në dispozicion të projekteve të tyre, duhet ta marrin, ta përdorin, ta pasurojnë dhe ta kthejnë në një nga instrumentet e punës tyre të përditshme. Është një udhërfys për të gjithë ju në çdo hap të procesit të negociatave dhe të rrugës drejt antarësimit. Është një burim informacioni për standarde, për afate, për detyrime konkrete. Është një kanal dialogu. Secili nga ju mund të hyjë aty dhe të komunikojë, të pyes dhe të marrë përgjigje për aspekte të problematikës me cilën përballet. Është edhe një mjet koordinimi që garanton që mes jush dhe nesh, përmes Ministrisë së Bujqësisë, përmes AZHBR-s, ka ndërveprim vazhdueshëm. Unë shpresoj që në këtë platformë të jetë, ose në qoftë se s'është, duhet futet Universiteti Bujqësor i Tiranës, sepse është një tjetër derë e re, e hapur për të gjithë ju. Kur them derë e re, nuk kam parasysh që është një derë që ekziston nga sot, ka ekzistuar gjithmonë, por është një derë e re sepse ka një frymë të re, një qasje të re dhe një fuqi të re në dispozicionin tuaj. Dhe prap kam fatin e keq që duhet të falenderoj për këtë një demokrat që drejton në Universitetin Bujqësor, por që me mua e lidh fakti që as ai as unë nuk kemi më lesh në kokë, po kemi vetëm pasion të përbashkët për t'i bërë gjëra si duhet. Duhet ju them që dhe duhet ta besoni këtë gjë, se nuk është diçka që duhet thënë, se kështu e do muhabeti. Por është diçka që
del si mësim nga çfarë kanë bërë tjerët më parë. Mos lini ditë të kaloj pa investuar tek mendja e kompanisë, pa investuar tek fuqia njerëzore e kompanisë. Mos lini ditë kaloj pa trajnuar dhe pa përditësuar dijen. Mos lini ditë kaloj pa sjell në kompani diçka të re, sa do të vogël në aspektin e të mësuarit. Sepse dia është ajo që kur ka munguar, flas për eksperiencën në vende të tjera, ka sjell falimentim të menjëhershëm në momentin e hapjes së dyrave të Bashkimit Evropian. Është i menjëhershëm. Thjesht dhe vetëm të vendoset dryni dhe nuk t'i pranon më njeri ato që prodhon. Ka që thjesht është. Pse? Sepse nuk je më si sot. Sot je një fermer, je një eksportues që prodhon jashtë Bashkimit Evropian dhe kontrollohesh. Kontrollohesh përpara se të hysh atje. Nesër ti do prodhosh në një vend Bashkimit Evropian, është njësoj si të prodhosh në Lushje për Tiranën. Nga Lushja në Tiranë, ty nuk të kontrollon njeri. Në aspektin e një kontrollit të dytë flas. Pra, nëse ti je problem për sigurinë ushqimore në Lushje, ti bllokohesh në Lushje dhe mbaron. Mirë po, instrumentat e kontrollit dhe mënyra se si zhvillohet jeta e fermës në tregun e përbashkët evropian nuk ka asnjë krahasim me çfarë bëjmë ne sot këtu, nga pikpamja e rreptësisë, rigorozitetit, saktësisë dhe cilësisë. Dhe prandaj duhet të përgatiteni sot çdo ditë për atë ditë. Dhe prandaj duhet përgatitemi në shumës sepse edhe ne kemi pjesën tonë përgjegjësisë në këtë aspekt. Do të ishte fatkeqësi që të vi dita Shqipëria anëtare e Bashkimit Evropian dhe qoftë dhe një sipërmarrës i vetëm të thoshte nuk e dinim që do përballeshim me këto kushte të reja. Nuk u përgatitëm për të përballur me këto kushte të reja, apo nuk u informuam. Kështu që detyra jonë është të informojmë sa më shumë. Dhe të informojmë në mënyrë sa më sistematike. Detyra juaj është të informoheni. Dhe të kërkoni në mënyrë të vazhdueshme të dini se çfarë duhet bëni për të qenë gati. Dhe detyra e përbashkët është që këtë ta shfrytëzojmë në ndërkohë për të rritur kapacitetet që reciprokisht i vëmë në dispozicion zhvillimit të këtij sektori kaq jetik dhe kaq të rëndësishëm. Çfarë do të bëjmë ne konkretisht, sepse janë dy anë të njëjtës medalje. Ne do të bëjmë sistemin e integruar të administrimit dhe të kontrollit. Do të finalizojmë regjistrat kombëtar të fermave, të parcelave dhe të kafshëve. Është një punë e nisur dhe do ta finalizojmë. Do të ndërtojmë deri në fund laboratorët e akredituar nga Bashkimi Evropian. Sot kemi një nivel komplet tjetër dhe ju dini më mirë se unë, të cilësisë, analizës e tjerë me institutin, por na duhet të përfundojmë gjithë projektin laboratorëve dhe do të shtyjmë shumë fort për sistemin e shërbimeve këshillimore në terren, ku, siç e kam thënë dhe përsëris, do të mbështetemi në mënyrë të posaçme tek Universiteti Bujqësor i Tiranës, ku kemi të gjitha arsyet të besojmë se vit pas viti do të kemi gjithmonë më shumë
aftësi për të na udhëhequr në rrugën tonë, neve si sektor publik, juve si sektor privat. Ju falenderoj nga zemra për gjithçka bëni, u e qenë se nuk do të takohemi më për këtë vit, përveç se përmes produkteve tuaja, apo ju s'do jeni të pranishëm. Dua t'ju uroj një vit të ri sa më të mbar, sa më të suksesshëm dhe me shëndet plot për ju dhe për të gjithë familjet dhe për të gjithë punojësit e sipërmarrjeve tuaja që janë ata si familja juaj. Dhe dua që të besoni shumë fort se nëse bëjmë gjërat e duhura dhe nëse bëni gjërat e duhura, tregu i përbashkët do të jetë një bekim për ju. Jemi rikthyer sërish në studio, tani do të diskutojmë për sa i përket rritjes pagës minimale në vendin tonë, duke nisur nga janari 2026 nga 40.000 lekë që është aktualisht në nivelin e 50.000 lekëve. Më gjërësisht do të diskutojmë me zotin Igli Tola, ekspert ekonomi e pedagog. Zoti Tola, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mesi. Atëherë, sikur se tham, nga 1 janari 2026 do të kemi një rritje të pagës minimale me 10.000 lekë. Nga 40.000 lekë do të shkojë në 50.000 lekë. Për një periudhë nënmujore, do të jetë shteti shqiptar që do të mbuloj koston për këtë diferencë. Pra nuk do të jetë një kosto shtesë për biznesin, por pas këtij nënmujori, patjetër që do të merret përsipër nga ana e bizneseve. Fillimisht, si e cilësoni rritjen e pagës minimale në nivelin e 50.000 lekëve, parë në këndvështrimin e kontributeve, por njëkohësisht edhe duke lidhur njëkohësisht edhe me produktivitetin? Absolutisht çdo iniciativë, çdo incentiv për rritjen e pagave që normalisht përkthehet në rritjen e të disponueshme dhe në përmirësim të situatës socioekonomike të qytetarëve apo të punësuar, qoftë në sektorin publik, qoftë në sektorin privat, është diçka pozitive. Por ajo që vlen të bëhet në këtë rast është një analizë më e thellë e konsekuencave apo e pasojave që kjo situatë apo kjo vendimarrje do të replikojë në tregë. Duhet të përmendim së pari faktin që ky është themi rasti i tretë në shumë pak kohë, në arën kohor të 2 deri në 3 vite që po ndërmerret një rritje e ndjeshme e pagës minimale, themi nga rreth 30.000 lekë në 50.000 lekë nga 1 janari i vitit që vjen. Që në mënyrë të drejtë për drejtë përkthehet në kosto për themi njësitë private, për njësitë ekonomike të cilët kanë të punësuar dhe kryesisht ato njësi ekonomike të cilët operojnë në ato sektor që nuk ka nevojë për një specialitet lartë. Pra, duhet të jemi koshient fakti që më të prekurit nga kjo gjë janë sektori fason, industria e lehtë dhe drejtë të tjera të ekonomisë të cilët nuk krijojnë vlerë të shtuar të lartë, të cilët në kontekstin aktual duhet të jemi edhe të qartë që po vuajnë njësë problematikash ku edhe ndër kryesorët është ajo e kursit këmbimit që i bën ata dizavantazhuar në raport me themi porositësit e tyre që janë kryesisht në Bashkimin Evropian. Dhe një rritje e buxheteve për pagat në gjithë situatë dinamike që ata po përjetojnë normalisht që nuk është diçka e thjesht, edhe pse për 9 muaj në muajin e parë kjo si kost po themi do mbulohet nga ana e shtetit. Por më pas kjo vendimarrje do vijoj edhe nga përtej tetorit të vitit që vjen edhe në vijim. Teoria ekonomike dhe praktikat më të mira kërkojnë që t'jetë tregu ai që udhëheq rritjen e pagave dhe jo shteti. Pra, sa më pak ndërhyrje nga ana e shtetit. Pasi që pavarësisht se ka pasur një rritje të vijueshme të pagës minimale që ndikon në rritjen e pagës mesatare dhe në gjithë kategoritë e tjera të pagave, duhet jemi koshient edhe për faktin që ekonomia jo nuk është ka rritur produktivitetin.
pasi që një rritje produktivitetit të shpërqërohet me një sër masash të tjera, si kundër rritja specializimit, forcimi i arsimit profesional, thithja e investimeve të huaja në sektor specifik, gjë që ka munguar në vendin tonë. Ne po vuajmë për investimet huaja, arsimin në tërësi po vuan një sër problematikash kundër kryesore është edhe ajo e largimit masiv të krahut të punës, edhe aty të kualifikuar, por së fundi aty të pakualifikuar, gjë që në një afat gjatë mendoj që nuk është se kjo rritje pagës minimale përveç se përmirëson ato statistikat publike dhe përafron, edhe pse ende jemi larg pagën mesatare tonën me atë të Bashkimit Evropian, por që tash edhe një herë jemi shumë larg, nuk kemi as tek 50% i saj. Dhe kjo që në kuadër të integrimit që pretendohet të realizohet brenda vitit 2030 është një gjë më se nevojshme. Pra, më shumë është në gjykimin tim një proces i cili ndikon në përmirësimin atyre datave apo rezultateve për performancat makroekonomike shqiptare sesa një përmirësim i gjendjes së qytetarëve për shkak të problematikave që ne kemi, sidomos stuar këtu edhe vlerën e lartë të inflacionit, por edhe nivelin e çmimit të shportës bazë të konsumit që së fundi për 2025 duhet bëj publike që kaloj me 1% mesatarën e postimit të saj në Bashkimin Evropian. Pra, një pagë qoftë edhe 50.000 lekë nuk është as pak e përshtatshme për të përmbajtur apo për të përballuar atë nivelin e jetesës dhe shpenzimet operative për çdo familje. Njëkohësisht, Igli, mendoni se do ketë presion për sektorin privat që edhe ai ta arrisë më tej pagën, bëhet fjalë për pagën minimale, por gjithsesi presioni është në treg. Patjetër, arsyet pse ndërmerren rritjet e pagave minimale është që kjo gjithë shërbesi një presion pozitiv për sektorin privat më shumëti, se sektorin publik normalisht është i diktuar nga shteti, nga buxheti publik, që të reflektoj të paktën kjo rritje në vlerë nominale, po edhe në vlerë reale në të gjitha kategoritë të tjera të pagave. Pastaj këtu varet se sa është gatshëm dhe se sa mundësi buxhetore ka njësitë private për ta reflektuar këtë gjë. Edhe pse pagat së fundi, vitet e fundit në vendin tonë, edhe si rezultati i mungesës së stateve, ka mësuar një rritje në raport me ato të para 3 apo 4 viteve përpara, dhe nuk besoj që kjo vendimarrje aktuale që hyn fuqi nga 1 janari, edhe pse është paralemruar muaj përpara, do të ndikoj kaq gjithërsisht në sektorin privat, pasi që aktualisht edhe mundësitë e tyre financiare duke dëgjuar deklaratat e tyre publike nuk është se janë aq prezente për të ndërmarrë këtë vendimarrje. Igli, përmendet pak rrezikun që vjen nga mungesa e produktivitetit, cila nëse kemi të bëjmë me një rritje të pagës, por pa rritur produktivitetin, sepse ju e thatë që tregu është ai që vendos, ndonjëherë ka edhe vende madje që nuk kanë fare pagë minimale, thjesht është tregu që vendos pagat. Cilët janë rreziqet e rritjes së pagës, por pa rritur produktivitetin? Absolutisht, sekondë dhe ju e pohuat janë një sër vendesh që nuk aplikojnë ofirin minimal të pagës, duke e lënë themi tregu kërkesë ofertës të ballafaqimit të tyre për caktimin e pagave. Pasojat që mund sjellë një rritje e pagës minimale që nuk shkon në raport apo në trend me rritjen ekonomike dhe me mundësitë që tregu ofron janë të shumta. Por që një nga problematika më të mëdha është shkëlqimet masive në ndërmarrjet private për shkak sepse buxhetet e tyre janë të limituara dhe patjetër që një rritje në paga do të bëjë që një sër vendesh të shkurtohen për të balluar themi këtë buxhetin e fryrë të pagave. Nga ana tjetër një sër kompanish të cilët mund të jenë në vlera minimale apo në kufit minimal të normave të fitimit dhe që këtë rritje nuk e absorbojnë, nuk e përballojnë dot, mund të detyrohen të shkojnë ose në hyrje në
borxhe apo në uhat të cilat më pas kthehen në bar për një periudhë afat gjatë apo dhe afat mesme për ta derisa mund të çojë edhe në faliment. Pra dëmtohet si kundër qytetarët punësuarit, po ndërkohë ndikon drejt për së drejtë edhe në atë konkurrencën dhe në luftimin e konkurrencës së drejtë duke fshirë nga tregu ata operatorë ekonomik të cilët mund mos e kenë mundësinë për ta përballuar këtë gjë. Dhe në fund fare pastaj ky trekënd që plotësohet duke ndikuar edhe në buxhetin e shtetit, pasi që këto të ardhurat shtetit pretendojnë të merreshin si rezultat rritjes pagës që do rrisi edhe kontributin për sigurime shoqërore, shëndetësore apo edhe për tatimin për të ardhurat personale, duke mos pasur këtë trendin pozitiv, po pse jo dhe duke u zvogëluar për shkak të kontributorëve më të pak që do të jenë. Pra një paksim, një mos ndikim në produktivitet, si pasojë e mungesës politika pafatgjata zhvillimi, sikundër në arsim, në formimin profesional, por edhe në stimulimin e biznesit, krijon pasoja për gjithë zinxhirin ekonomik. Sidomos në kushtet aktuale që vendi jon është që edhe mundësi për pasur forcë apo krah pune për shkak të këtij migrimi masiv që ka vijuar së fundi dhe që pritet që kjo gjë të thellohet akoma më shumë. Me antarësimin e Bashkimit Evropian, kjo gjë do të shihet ose pasojat e saj do të shihen akoma dhe më të rënda apo akoma dhe më prezente në ekonomi. Ndaj, për pos këtyre operacioneve të shkurtëra, siç janë prekja e pagës minimale, apo edhe përcaktimi i tavaneve për pagën e deklaruara për një sër sektorë, sikundërisht për ndërtimin para pakosh apo për të punësuar në sezon gjatë pjesës së sezonit veror, krijon problematika ose krijon një zgjidhje në afat shkurtër, por krijon problematika në afat gjatë. Ndërkohë që duhet ose besoj që është momenti që vendi jonë të ndërmarrë politika të mirëfillta zhvillimore për trajnimin e stafeve, për afrimin e stafeve të kualifikuara të punës, për thithjen e investimeve të huaja të cilët investojnë në industri, të cilët krijojnë vende pune dhe krijojnë produkt shtuar për ekonominë shqiptare. Po flisnim për sa i përket pagës mesatare dhe medianes, ku pavarësisht se paga mesatare është rreth 830.000 lekë, mediania është pranë nivelit të 60.000 lekëve, shumë pranë pagës së minimale. Kategoria e punësuarve në vendin tonë që përfiton një pagë të përafërt me pagën minimale është të jetë e lartë, për shkak të asaj që situam edhe pak më sipër që lidhet me nivelin e punësimit që ka vendi jonë, që kryesisht është destinuar për prodhime, për shërbime që ka nevojë për stafe të pa kualifikuar të gjysmë kualifikuar të punës, që edhe shpërblimin monetar, sepse duhet të kuptojmë që në fund ditës paga nuk është gjë tjetër veçse çmimi për punën e ofruar, është po kaq në nivele modeste. Më pas kur flasit për pagën mesatare, është si ajo anekdota e një pule, mesatarisht të ngrënë nga një pul, por që në fund ditës njëri kishte ngrënë dy dhe tjetri asnjë. Pra, këtë e sjellim për ta bërë më të kuptueshëm për qytetarët. Sepse në fund ditës as paga dhe as gjë tjetër në ekonomi nuk është thjesht statistika, por është perceptim dhe është analizë për të kuptuar situatën dhe mirëqenien e çdo kategorie sociale. Se kur themi që është paga mesatare, nuk do të thotë që mesatarisht gjithë janë më mirë. Po. Dhe kjo është diçka që duhet edhe publiku të edukohet për ta kuptuar çdo deklaratë edhe publike, por edhe premtim elektoral që. Ndërkohë, një tjetër vendim që hyn në fuqi po nga 1 janari 2026 është rritja e pensioneve. Është quajtur rritje, është quajtur shpërndarje bonusit fund vitit në 12 muaj. Gjithsesi, në mendimin tuaj, ka qenë domosdoshme kjo ndërhyrje tek pensionet për të rritur gradualisht deri në 2029, mund të quhet rritje, mund të quhet edhe një herë tjetër shpërndarja e bonusit. Atëherë, do të kuptojmë një fakt që Shqipëria është vendi me nivelin më të ulët pensionit në rajon dhe as pa e krahasueshme me standardet e Bashkimit Evropian, ku vendi që vjen mbas nesh është Kosova, që ka minimumin 150 euro për 15.000 lekë të reja shqiptare.
Por, nga ana tjetër, do të kuptojmë fakti që skema jonë publike e sigurimeve shoqërore është një skemë e cila po vuan pasoja shumë të rënda, për shkak të numrit të ulët kontributorëve. Dhe që mezi mbahet në këmbë çdo vit themi duke kontribuar gjithmonë edhe më shumë buxheti i shtetit me fonde suplementare për ta mirë mbajtur atë. Ndaj, kjo rritje e pensioneve është shumë e nevojshme, si një edhe shpërblim për pensionistët, për kontributën e tyre në ekonominë, në zhvillimin e vendit e kështu me radhë. Por është një kosto që vijon dhe shtohet për buxhetin e shtetit duke mos shkuar këto fonde për investime apo në ato sektor të cilët sjellin rritje ekonomike. Në gjykimin tim kjo nuk është rritje pensionesh, por është një shpërblim që jepet, pasi që nëse do ishte një rritje, do ishte një shumë fikse që do atribuohej në pension në çdo muaj, por nga kjo pasiguria buxhetore mendoj që është zgjedhur kjo mënyrë për ta shpërndar çdo muaj dhe në fund ditës, nëse për 2027-ën apo 2028 nuk do ketë mundësi buxhetore për ta vijuar këtë gjë, atëherë do ndërpritet dhe do trajtohet siç në thelb është një shpërblim, dhe shpërblimi nuk ka natyrë ose nuk ka karakter konsistent vijueshëm, por ka karakter të përkohshëm, pavarësisht kohës gjatë se mund të jetë ose e shkurtër ose edhe të mesme. Ndërkohë, gjithsesi, mendoni se në reformën e madhe të pensioneve duhet merret parasysh një faktor, rritja patjetër është shumë e rëndësishme, por ku do gjenden financimet në mënyrë që skema e qëndrueshme 100% nuk mund të jetë, por të përmirësohet sa më shumë të jetë e mundur, edhe për faktin që gjithmonë më shumë raporti mes kontribuesve dhe përfituesve po shkon pranë 1:1, aktualisht është 1.17, pra një përfitues, një pensionist, 1.17 kontribues në skemë. Unë mendoj që edhe në sektorin që lidhet me sigurimet shoqërore është e nevojshme të ndërmerret një reformë strukturore mirëfill, si kundër folën pak më sipër për sektorin e kjo ndikuar gjerësisht nga kjo pamjaftueshmëri e vijueshme e skemës për të vetë financuar. Pse jo një forcim i kolonës së dytë, një suport shtesë për skemat private, do të apo ndjekje që të modelit Maqedonas financuar nga OSVE-ja dhe USAID, mendoj që janë mëse të nevojshme në vendin tonë për të dhënë një zgjidhje pse jo dhe permanente kësaj problematike, pasi që problemet që lidhen me plakin e popullsisë, me migrimin, do të sjellin një zvoglim apo një rënje të normës së kontributorëve nën një, besoj në gjykimin tim, në arkun kohor të 2 ose 3 viteve që do të ishte një moment kolapsi për skemën. Por nuk është vetëm Shqipëria, në problem me skemën kontinentale, pay as you go, ka shfaqur po të gjithë vendet e Europës, qoftë Europës qendrore apo kontinentale ndryshe, të cilët e kanë aplikuar për shumë vite. Ndaj, investimi në kolonën e dytë dhe një forcim më teshëm i kolonës së tretë do të ishin shumë të nevojshme në këtë qasje. Edhe në pyetjet fundit, Igli, në lidhje me Bankën Shqiptare për Zhvillim. Javën e kaluar, ajo u regjistruar zyrtarisht në Qendrën Kombëtare të Biznesit, ndërkohë më herët gjatë ditës sotme u zhvillua një konferencë i pranishëm ishte edhe kryeministri Rama mbi rëndësinë që ka sektori i bujqësisë në negociatat në që Shqipëria po zhvillon me Bashkimin Evropian. Janë hapur kapitujt, ato që kanë të bëjnë me bujqësinë, me mjedisin, pritet të jenë ndër më të rëndësishmit për të mbyllur, madje mund kërkohet edhe kohë shtesë. Banka Shqiptare e Zhvillimit, çfarë rëndësie në mendimin tuaj do të ketë në këtë transformim të bujqësisë shqiptare? Atëherë, Banka e Zhvillimit duke parë kompozimin dhe funksionet që do kryej, do jetë tash një suport për sektorin bujqësor, por tërësi për sipërmarrjen e mesme dhe të vogël, për SME dhe për startupet. Ajo që është ende e paqartë, është enigma mënyra se si realisht ai do funksionojë. Pasi që aktualisht në tonë kemi 11 banka niveli 2, kemi 2 banka që po ndjekin procedurat finale të regjistrimit dhe të fillimit të operimit, kemi njësi
mikrokredit të cilët operojnë në sektorin rural, të cilët përsëri ofrojnë suport për sektorin bujqësor. Kështu që ne nuk e dim realisht cilët ai avantazhi kryesor i Bankës së Zhvillimit dhe çfarë do sjellë ajo realisht si output. Por në parim, në parim mund të themi që çdo zhvillim tregu financiar, çdo incentive kësaj natyre, patjetër që duhet të mirëpritet, do japi rezultate pozitive në këtë aspekt, qoftë në rritjen e konkurrenshmërisë brenda sektorit financiar, por që në thelb nuk e di se sa realisht do të përkthehet në vlerë të shtuar për fermerët, për agropërpunuesit, për blegtorët, duke pasur parasysh shumë problematika që ne kemi në atë sektor, që lidhet me çështjen e pronës, me çështjen e fragmentarizimit të tokave dhe pamundësinë për të krijuar ekonomi shkalle në thelb, probleme që lidhen me informalitetin dhe me regjistrimin e tyre, e shumë të tjera të cilët duhet të parazgjidheshin përpara se të kërkonim apo alternativa për mënyra financimi shtetit për këtë sektor. Pasi që ne edhe ato mundësitë alternative që kishin përpara, si fondet e IPARD-it përmes Bashkimit Evropian, ne i keq përdorëm. Dhe shpresoj mos jetë edhe ky një rast i kësaj natyre. I ngjashëm. Zoti Thola, ju falenderoj për gjitha mendimet, opinionet e sjella në studio, ditë të mbarë në vijim. Përshëndetje, falenderit juve. Falenderit. Ndërkohë, ne tani do ndjekim një pjesë nga finalja e maratonës sigurisë kibernetike që është realizuar nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike me nxënësit dhe studentët finalistë. Njëkohësisht e pranishme ka qenë edhe Ministri i Arsimit, zonja Mirela Kumbaru. Dhe si e tillë do duhet që të përfshinë etapat e tjera dhe në vazhdim shumë më tepër aktor. Sidomos jo ju profesionistët, por ne, që nuk jemi si ju dhe nuk ndajmë të njëjta dije. Është një hapësirë e pakufishme hapësira digjitale, është një hapësirë që tremb aq sa dhe na tërheq. Aq sa na bën të ndjehemi të brisht, por në të njëjtën kohë është dhe hapësira më e lakmuar, sidomos nga autorët e rrezikut kibernetik. Në këtë hapësirë pa kufi, mes lirisë dhe të drejtës për të përdorur teknologjinë, qëndron edukimi. Shkollat, institucionet, familja të ecin në të njëjtën rrugë dhe detyrimisht të ecim në të njëjtën rrugë. E kemi gjithë jetën brenda një telefoni. Që prej shtatorit, Ministria ka nxjerrë një udhëzim të ri, ndërkohë që prej vitesh kemi futur lëndën e ashtu quajtur të tikut, teknologji, informacion dhe komunikim, por paralel me të Ministria e Arsimit në këtë shtator ka nxjerrë një udhëzim për ndalimin e përdorimit të telefonave gjatë mësimit. Jo thjesht përdorimit, por as mbajtjen e telefonit në klasë, në xhep, në çantë. Një tjetër program që po ndërtojmë në përshkolla është, ju do thoni, po këtu jemi për sigurinë kibernetike. E pra, për atë, por unë dua t'ju flas për një anë tjetër të medaljes. Po fusim gjithmonë më shumë në shkolla, sidomos në atë që quhet arsimi bazë, nëntëvjeçaret, i aktiviteteve jashtëshkollore, të cilat synojnë t'i mbajnë fëmijët më gjatë në shkollë dhe sa të jetë e mundur të paktën ca kohë larg ekranit, nëse i okupojmë me të tjera aktivitete siç është programi ynë Art, Zeje dhe Sport. Çka na rezulton një përpjekje shumë e mirë, jo thjesht për t'i mbajtur disa orë fëmijët larg ekranit, e për të siguruar një mjedis të shëndetshëm ku fëmijët dhe të rinj ta përdorin hapësirën digjitale për të ndërtuar një identitet fort, për të ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme dhe vetbesim, patjetër duhen investime. Duhen investime në pajisje, në teknologji, në standarde, por edhe në dije. Prandaj lënda e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, pajisja deri në vitin 2028 me 1.000 shkollave me laborator inteligjent, do të shoqërohet dhe me një paket të plot dhe të diversifikuar trajnimesh për edukimin digjital për mësuesit, udhëzues për prindrit, ndërsa po përforcojmë qasjen STEM
në mësimdhënie që janë gjitha këto lëndët që në një mënyrë ose në tjetër lidhen me shkencat eksakte. Mund të them që në buxhetin e arsimit për vitin 2026 parashikohen vazhdimi i trajnimeve edhe për rreth 60% të mësuesve, ka 2 vjet që bëhet në mënyrë shumë intensive, por do të vazhdoj, ku do të ketë trajnime specifike për mësuesit e TIK-ut, përmes një fondi të dedikuar buxhetor. Ndërkohë që sapo ka filluar puna për kurikulën e re të TIK-ut, që përmban një tematik të posaçme të titulluar Siguria të punuarit në kompjuter. E ndërkohë, Ministri i Turizmit Zoti Blendi Gonxha ka reaguar nga Muzeu Historik Kombëtar ku punimet vijojnë me ritme të larta. Faza e parë e projektit po zbatohet nga UNOPS nëpërmjet programit EU for Culture me fokus për forcimin e strukturës në të gjithë elementet e saj. Aktualisht po punohet për heqjen e shtresave të terracës, restaurimin e fasadës duke zvendësuar vetëm pllakat e dëmtuara si edhe zvendësimin e plotë të vitrinave. Si monument kulture e kategorisë së dytë, objekti po trajtohet me kujdes të veçantë duke garantuar ruajtjen e fasadës dhe të vlerave arkitektonike pavarësisht ndryrjeve teknike sfiduese për përforcimin e tij. Do të flasim tani edhe për diasporën, referuar shifrave nga publikimi, mbi dhënat e diasporës, rreth 1.1 milion persona të lindur në Shqipëri jetojnë në 31 vende europiane, duke konfirmuar për masat e mëdha dhe shpërndarjen e gjerë të diasporës shqiptare. Italia dhe Greqia vijojnë të mbeten destinacionet kryesore të migracionit shqiptar në Europë, duke përqendruar numrin më të lartë të shtetasve shqiptar dhe personave rezidente lindur në Shqipëri. Sipas të dhënave të publikimit, diaspora në shifra, rreth 1.1 milion persona të lindur në Shqipëri jetojnë në 31 vende europiane, duke konfirmuar për masat e mëdha dhe shpërndarjen e gjerë të diasporës shqiptare në kontinent. Të dhënat tregojnë se Italia dhe Greqia nuk janë vetëm vende pritëse tradicionale, por edhe qendra kryesore të stabilizimit afatgjatë e migrantëve shqiptar. Kjo reflektohet si në numrin e lartë të rezidentëve, ashtu edhe në proceset e integrimit për fshirë lejet e qëndrimit dhe fitimin e shtetësisë. Sipas statistikave të Eurostat për vitin 2024, gati gjysma e lejeve të qëndrimit të dhëna për shtetasit shqiptar në Bashkimin Evropian, ose rreth 47.6% janë për arsye bashkimi familjar, ndërsa 29.1% lidhen me punësimin. Arsye të tjera përbëjnë 22.4%, ndërsa lejet për studim mbeten minimale me rreth 1%. Këto shifra tregojnë se migrimi shqiptar në Europë ka kaluar prej kohësh nga një model i përkohshëm ekonomik në një emigrim familjar të qëndrueshëm, ku bashkimi me familje dhe integrimi në tregun e punës janë faktorët kryesor. Ky trend nënvizon jo vetëm nevojën për politika më të strukturuara e migracioni, por edhe ndikimin afatgjatë që diaspora shqiptare ka në shoqëritë pritëse dhe vetë Shqipërinë. Publikimi Diaspora e Shqipërisë në shifra 2025 e Instat konfirmon se migracioni shqiptar mbetet një fenomen strukturor me pasoja të drejtë për drejta demografike, ekonomike dhe sociale, si për vendin e origjinës, ashtu edhe për Europën, ku diaspora është vendosur prej dekadash. Ndërsa diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara dallon për nivelin më të lartë arsimor, ka pothuajse 1/3 e emigrantëve kanë përfunduar studimet e larta duke renditur vendin ndër destinacionet kryesore për shqiptarët e arsimuar. Emigrimi ka qenë dhe vijon të mbetet një fenomen i pandashëm nga historia e Shqipërisë. Valët e para të emigracionit shqiptar u drejtuan kryesisht drejt vendeve më të afërta gjeografikisht dhe kulturalisht me vendin tonë, si Italia dhe Greqia, të cilat edhe sot mbeten destinacione me numrin më të lartë të emigrantëve shqiptar. Megjithatë, emigracioni nuk është ndalur vetëm në rajon apo në Europë, por është thrirë edhe përtej Atlantikut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqiptarët e parë që emigruan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin arbreshët, të cilët u pasuan nga emigrantë ekonomik gjatë periudhës midis luftës së parë dhe luftës së dytë botërore. Më pas, emigrimi shqiptar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës u pasurua edhe me emigrant politik, të cilët u larguan pas luftës së dytë botërore dhe vendosjes së regjimit komunist në Shqipëri. Këto valë kanë krijuar ndër vite komunitete shqiptare të konsiderueshme në këtë vend. Sipas të dhënave të anketës së komunitetit amerikan për vitin 2023, diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndahet në dy grupe kryesore duke pasur rreth 206.000 shqiptar. Të dhënat tregojnë gjithashtu edhe për profilin arsimor të diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rreth 21.8% e shqiptarëve kanë përfunduar arsimin e mesëm atje. 20% ka një diplom bachelor, ndërsa 8.4% ka një diplom master ose një diplom tjetër profesionale përtej nivelit bachelor. Vetëm 0.7% e shqiptarëve kanë përfunduar studime doktorale. Shtetet e Bashkuara presin emigrant më të arsimuar, pothuajse 1/3 me arsim të lartë.
të ndjekura nga Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Këto të dhëna tregojnë se diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo vetëm është e konsoliduar, por vijon të zgjerohet përmes brezave, duke mbetur një pjesë e rëndësishme e pranisë shqiptare jashtë Europës. Sipas dhënave zyrtare, 1 në 5 punonjës grek punon mbi 47 orë në javë. Gjithashtu, përqindja e ulët e punëve dyta tregon se puna kryesore nuk lë hapësira për një mundësi shtesë për gjatë ditës. Të dhënat e Elstat nga anketa e forcave të punës për 3 mujorin e 3 të vitit tregojnë se puna për më shumë se një punëdhënës është pothuajse e pamundur në praktik. Puna kryesore mbulon tërkohën e disponueshme të punonjësve grek, pavarësisht interesit të madh publik dhe debatit të fundit ligjor mbi ditën 13-orëshe dhe punësimin paralel. Publikimi të dhënave të reja vjen disa muaj pas zbatimit të kuadrit ligjor që teorikisht lejon punën deri në 13 orë në ditë në një kompani, siç ishte rasti edhe për punësimin me 2 punëdhënës. Megjithëse masa u promovua me qëllim rritjen e fleksibilitetit dhe të ardhurave të punonjësve, të dhënat e Elstat tregojnë se realiteti ka tejkaluar çdo qëllim të ligjvënësve, me 79.5% të punonjësve që deklarojnë se punojnë orët normale dhe gati 1 në 5 që thonë se tejkalojnë 47 orë në javë, duket se kufiri është tejkaluar për një pjesë të madhe të forcës punëtore. Përqindja e ulët e punëve të dyta gjithashtu mbështet mendimin se orët e punës kryesore nuk lënë hapësirë për punë tjetër. Sipas Elstat, 5.8% e punonjësve deklarojnë se do të dëshironin të punonin më shumë orë. Të dhënat tregojnë gjithashtu një ulje të papunësisë në 8.2% për 3 mujorin e 3 të këtij viti, të kombinuar me zgjerim të punësimit. Megjithatë, tregu i brendshëm vazhdon të karakterizohet nga intensifikimi i lartë, rindërtimi gradual i profesioneve me mbizotrimin e sektorit të shërbimeve, tkurrja e sektorit primar dhe boshllëqet e mëdha rajonale. Numri të papunëve ka rënë po ashtu me 8.2% në bazë vjetore dhe ka arritur në 393.162 persona, me rreth 231.000 prej tyre të papunë afatgjatë. Ky ishte edhe informacioni përgatitur për ditën e sotme në Skan Live. U fokusuam tek vendimi i qeverisë shqiptare për të rritur pagën minimale dhe pensionet, duke nisur nga 1 janari 2026. Paga minimale do të shkojë në 50.000 lekë nga 40.000 lekë që ishte deri më tani. Folëm edhe për sa i përket shifrave për turizmin, për gjatë 2025-s, në mënyrë të veçantë ecurinë e sektorit të agroturizmit që ofron qëndrueshmëri për të gjithë sektorin e turizmit edhe jashtë sezonit turistik. Pra, është një sektor i cili ka flukse thuajse për gjatë gjithë vitit, si vendas ashtu edhe të huaj. U fokusuam edhe tek zhvillimet kryesore në Kosovë. Javën e kaluar u zhvillua samiti midis Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, ku vendosi Kosovës të hiqen gjitha kufizimet, një pjesë aktualisht, ndërsa pjesa tjetër deri në fund të janarit të 2026. Ndoqëm njëkohësisht drejt për drejti edhe aktivitetin me fokus në sektorin e bujqësisë, ku i pranishëm ishte kryeministri Edi Rama. U prezantua njëkohësisht edhe platforma e fermerit. Bashkë do të rishihemi sërish nesër si gjithmonë në orën 9:30. Deri atëherë, mirupafshim.